E bën edhe bën të drejtje ta kriminela. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Gati me një krim të bari vetë nga molla. We will not be held responsible for any independence causing an excessive training this summer. Ka dalë super podcast I jepet dora me rëshqis. Okej, shumë mirë në rregull. Sot tema për të cilin jemi mbledhur është sipas të gjitha ndodhive të fundit, domethënë jashtëzakonisht shumë e nxehtë, që në fakt për mendimin tim është pak për të ardhur keq, duke pasur parasysh historinë që ka Shqipëria si vend për këtyre gjërave, por që unë doja ta nisja pak në një anë pak sa më filozofike, më abstrakte. Thjesht një fillim të shkurtër. Me një pyetje si çfarë është feja, Blak? Pse na duhet feja? Okej, ta filloj unë? Po. Atëherë, për mendimin tim, feja ka disa aspekte, paktën 3 që e identifikoj unë. Aspekti I parë është aspekti personal, edhe shpirtëror. Domethënë që I përgjigjet ose të paktën përpiqet të përgjigjet disa pyetjeve që ekzistenciale që njeriu I ka, të tipit pse jam unë në këtë botë, pse jetoj, çfarë ka pas vdekjes. Njerëzit që në kohërat e lashta kanë pyetur veten çfarë ka pas vdekjes dhe kanë fantazuar çfarë mund të ketë pas vdekjes. Plus njeriu ka dhe një frikë nga vdekja. Njerëzit e përballojnë në mënyra të ndryshme vdekjen, njerëzit kanë eksperienca të ndryshme, dikush është më trim, dikush është më frikacak. Por tek I fundit gjithë kanë një pikë pyetje të madhe në lidhje me këtë idenë që unë tani ekzistoj, një ditë caktuar mund mos ekzistoj, mund të mbaroj totalisht në absurd kjo lloj përvoje imja. Dhe njerëzit janë përgjigjë në mënyra të ndryshme dhe me filozofira të ndryshme, të cilat tani unë nuk I analizoj dot gjitha, por kanë arritur deri tek ekzistencialistët ose tek nihilistët që thonin se s'ka asnjë kuptim, jeta është thjesht një absurd dhe nuk është e kot përpiqemi të gjejmë një kuptim, e kupton? Edhe për më tepër është edhe vuajtja, se nuk është thjesht fakti I vdekjes, po është edhe fakti I vuajtjes në jetë, është edhe fakti I sëmundjes, fakti I plakjes, njerëzit kanë frikë nga kjo dhe përpiqen të ikin në mënyra të ndryshme. Dikush I ikën me botox, dikush duke mos ditur të plaket, duke bërë sikur është përgjithmonë I ri, dikush shkon pas qefeve, pas femrave, pas hedonizmit, dikush tjetër pastaj pas fesë dhe I dedikohet asaj plotësisht. Pra ky është aspekti personal dhe si ta them shpirtëror I fesë, e cila përpiqet të japë një përgjigje këtyre pyetjeve. Pastaj në edhe aspekte tjera, është aspekti politik. Feja gjithmonë ka qenë një mjet I kontrollit mbi popullatët dhe gjithmonë është përdorur ose mjet kontrolli ose mjet subversioni, domethënë për ta shkatruar një shoqëri nga brenda duke futur në konflikt fetar ose duke bërë një kryengritje fetare brenda atij vendi. Ka lidera fetarë që kanë një pushtet të jashtëzakonshëm sepse e kanë mbi mendjen dhe shpirtin e njerëzve para se sa ta kenë mbi burimet ekonomike. Kupton, është një pushtet të jetë I thellë. Dhe aspekti I tretë që unë e identifikoj është aspekti shoqëror, domethënë feja në raport me shoqërinë, si feja I përpiqet I rregullojë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve dhe tani prapë I futemi historisë. Në mesjet për shembull feja ka patur një rol jashtëzakonisht të fuqishëm në Europë, sepse papa për shembull përcaktonte kush do jetë mbreti ose jepte dikujt autoritetin hyjnor që ti duhet qeverisësh. Dhe për të bërë një revolucion ishte më e leverdisshme të bëjë një revolucion nga ana fetare, si ai I Martin Lutherit, sa të bëjë një revolucion po themi ideologjik që as nuk e kuptonte kush. Pastaj me iluminizmin me këto tjerat e humbi pozicionin e pushtet. Por duhet të them që edhe në kohët e sotme, fe të ndryshme përballen me shoqërinë dhe kanë një marrëdhënie, ndonjëherë konflikti, ndonjëherë pajtimi me shoqërinë për tema si LGBT, tema si aborti, për shembull në shoqëritë muslimane, po themi të lindjes mesme, akoma nuk e kanë shkëputur totalisht fen nga shteti dhe shariati, atje ka debate akoma, do qeverisje me shariat apo me ligje civile dhe moderne. Për shembull,
do ta përcaktojmë martesën, kodin e martesës sipas asaj që thot shariati dhe ligjet shariatike, apo do ta përcaktojmë sipas kodit të drejtës romake dhe drejtës perëndimore që na ka ardhur. Pra, feja ka shumë raporte të ndryshme me shoqërinë, dhe unë mendoj se secili raport duhet ekuilibrohet në mënyrë tillë që mos kemi, sidomos një shoqëri që ajo shqiptare që ka të paktën 3 fe të mëdha, dhe me shumë kujdes dhe me shumë menqëri për mendimin tim s'kemi patur kurrë konflikte fetare, por gjithsesi duhet kemi kujdes sepse në kohët e sotme interneti sidomos po radikalizon njerëzit në mënyra që ndoshta nuk janë edhe të kontrollueshme, kështu që është e rrezikshme. Dhe ajo që përmendë ti, për shembull, se nuk duhet hap shumë tema tani, po ajo hoxhës për shembull është thjesht një ndër aspektet e kësaj. Atje do doja të kalojmë po diku nga mesi. Është të bëjmë një foreplay më të lezetshëm. Andi, fjala për ty. Tani të përcaktosh fen kështu me një lloj definicioni kështu të qartë dhe të shkurtër është pak e vështirë, po unë mendoj që feja në thelbin e saj është një lloj përgjigje ose një lloj ilaçi kundrejt një lloj pyetje shumë ekzistenciale të njeriut që dhënë është ideja që pse je këtu. Edhe kjo në thelb, do njeriu pasi ka kaluar ato proceset biologjike, doli nga shpella, u bë njeri disi më i qëndrueshëm, agrikultura e gjitha këto, filloi të kishte ca nevoja tjera që nuk ishin thjesht nevoja bazike ose nevoja thjesht për të mbjetuar për të mbjetuar prej zjahut. Dhe filloi të krijonte ca gjëra, domethënë, dhe antropologët nuk janë shumë të qartë tek kjo gjëra se ku filluan ato fillesat e para fetare, por filluan që të bëjnë një pyetje vetes, domethënë, pse jam këtu, a ka jetë pas vdekjes, si erdhëm në këtë gjithë ekzistencë. Dhe besoj se është një lloj përgjigje që i ka dhënë njeriu. Ajo që unë mendoj të paktën me aq sa e kam hulumtuar ose kam lexuar çik aspektin e fesë, është që është një gjë që realisht për mua është diçka shumë organike, nuk është diçka, nuk e quaj siç e quajnë ose filozofët ose studiuesit e sotëm si një lloj konstrukti. Mendoj që është një gjë shumë e brëmosur si në qenie njerëzore, si në mendjen dhe në shpirtin njerëzor. Dhe nuk mendoj që është ka ardhur si një lloj artifice shumë e shpikur kështu ose e stisur nga njerëzit. Çan këtu mace. Nëse dëgjoni mace. Na kënaqi mace. Po mos do të flasë edhe mace, mos e merr gjithkohon mace, lutem. Ideja është që për mua mace ka qenë e shenjtë në Egjiptin e. Po, ka qenë edhe në budizëm dhe këto, sepse mendonin që percepton këto rrymat astrale. Po, kurse në kristianizëm thonë që është e djallit, sepse aty fshihet djalli. Dhijave të interpretimet janë kështu nga ekstrem në ekstrem. Po këta mendojnë që edhe kur ka rasti që macja fiksohet në një pikë, shikon këto gjërat. Nëse çështja është që për mua realisht feja unë e shoh si një lloj si diçka të domosdoshme. Domethënë nuk e di se si do ishte bota. Ka shumë faje, ka shumë mëkate që ne mund t'i vëmë fesë normalisht, ose më saktë njerëzve, interpretuesve të fesë. Por nuk e di se si do ishte bota pa fen. Besoj se do ishte një vend shumë le të themi shumë më i keq për mua, sepse shumë gjëra të cilat feja i ka mbajtur një lloj kontrolli, qoftë edhe nga frika ose qoftë edhe nga dogma, nuk do kishin ato kufi. Edhe përpos aspekti tjetër, pastaj që feja ka një lloj aspekti le të themi që i bën njerëzit disi në trajtat e arketipit njerëz. Domethënë nëse ne mund të nisemi nëse shkenca ka një lloj qasje kundrejt vërtetës ose feja ka një lloj qasje kundrejt në thelb, po them, për drejt arketipit njerëz, për t'i bërë njerëzit më të mirë se sa janë. Edhe nga ky aspekt e shikoj që ka qenë dhe është dhe vazhdon të jetë diçka shumë e domosdoshme. Problemi është gjatë gjithë kësaj pavarësisht të problemit, domethënë ti nuk je një nga ata persona që mendon që nëse do kishin fe do ishin kështu me makina fluturuese tani. Jo, nuk e mendoj. Sepse shiko, feja në vetvete i ka dhënë një lloj zhvillimi ose ka pasur një rol.
kjo është e pamohueshme që ka pasur një rol shumë të madh te zhvillimi njerëzor. Problemi që unë mendoj nuk është feja që e ka penguar zhvillimin, domethënë pavarësisht fajeve ose periudhave të caktuara të fesë. Ajo që mendoj që është, domethënë besoj se nuk është se do kishte një lloj ndryshimi ose një lloj zhvillimi galopant. Unë besoj se është vetë qenia njerëzore si natyrë që e pengon zhvillimin, egoja, edhe shumë faktorë tjerë se sa feja në realitet. Nuk e mendoj këtë. Domethënë më duket një gjë ndoshta mund të ishte ndryshe, por mendoj që është një gjë që s'kemi si ta dim. Besoj se unë besoj se edhe feja nga ky aspekt ka lënë atë zhvillimin e vet. Nuk e besoj se do ishte me makina fluturuese dhe duke shkuar nëpër planet tjerë se na pengoi feja. Por unë mendoj që domethënë feja ka një lloj shumë paragjykimi në raport me fen. Domethënë duke qenë se janë ndarë në mira sekte, në mira qëndrime që nuk merren vesh edhe vetëm për t'i listuar duhen vite të tëra. Mendoj që është në raport me fen si thelb, them, edhe në raport ose kur them fe, unë kam ka ajo aspekti realist tek baza e fesë, tek ajo që proklamon thelb, te mitologjia, feja ose tek kjo aspekti i së shenjtës që njeriu percepton, pavarësisht mund të jetë monoteiste, mund të ketë një lloj strukture të caktuar, gjitha këto. Nuk dua ndalem te kjo pjesë, po te thelbi i fesë, te një gjë që është një për mua një njerëzim pa fe do ishte thjesht një lloj skllavërie kundrejt materiales, kundrejt, domethënë do ishte një marksizëm ose një lloj teorie marksiste shumë e shëmtuar. Se për mua një nga elementet negative edhe të kritikës që mund t'i bëhet teorisë marksiste është aspekti që i hedh këtë aspekti metafizik njeriu. Të le thjesht si një copë mishi dhe një copë makinerie që je një zërtim makinerie, merre ato mjetet e prodhimit dhe kaq. Për mua kjo është, do të thënë, drama më e madhe që mund t'i ndodhë aspektin njerëzor, sepse ti i heq atë elementin e shenjtë. Është kjo gjë e pakuptueshme e qenies njerëzore që është e padëshifrueshme, nuk mund të përkthehet në gjuhë, nuk mund të përkthehet në shkencë, asnjë lloj gjë, por është diçka e cila thjesht të ekzistuarit mund ta përkthej. Te pjesa tani sa për pjesën e ekzistimit, me këto fjalë që thua ti, domethënë që në shumicën e tyre në tërësi edhe unë i bashkangjitem, po në gjysmë, le të themi, se fakti që është organike edhe që është pjesë e njeriut edhe gjithmonë ka ekzistuar, ose të paktën për aq sa e perceptojnë edhe gjithmonë të ekzistojë. Unë kam idenë se ka pak lidhje me të pjesën që njerëzit kanë atë dëshirën të jenë pjesë e diçka, të jenë pjesë e një komuniteti, që të kenë aftësi, të kenë një relacion më ndryshe me njerëzit e tjerë, ndryshe nga lidhja e gjakut, ndryshe nga vendbanimi ku janë, ndryshe nga gjuha që flasin. Është shumë psikolog, shumë filozof që trajton këto tema flasin gjithmonë për rritjet fetare të ndryshme, siç është të shkuarit në xhami të premteve apo të shkuarit në kisha të diellave, janë diçka që i sjell njerëzit bashkë. Normalisht sot ka ndryshuar kohët shumë sepse jeta është në disa herë, shumë herë më e shpejtë dhe nuk është se ka individi me sot të njëjtën kohë që e ka pasur, por që gjithsesi në shumë vende, domethënë, ka filluar dhe po rritet prapë numri i njerëzve që besojnë në mënyrë aktive, që do të thotë të paguajnë një lloj takse në kish apo në xhami edhe të ndjekin rritjet fetare të ndryshme dhe jo vetëm atë lloj besimi që është, le të themi, tipiko shqiptar, që themi kam babi musliman, kam mami muslimane, jam musliman, Allah kupton. Hajde të shqiptim në imbira aty, në beca pa i dhaqen. Jo, ajo. Ka filluar pak më si një rilindje e fesë, le të themi. Njerëzit mendoj se i kanë marrë këto mesazhet e ateiste, këto mesazhe negative, skandalet e mëdha që ka pasur feja, gabimet e mëdha që ka sjell feja. Se feja vetë nuk është se ka ndonjë gabim shumë të thellë, përveç se disa shkelje të drejtat njeriu të tjerë. Është thjesht është diçka që është jashtëzakonisht shumë e vjetër edhe nuk është e njëjta gjë sa një software kompjuteri ku dilte tani ku dëgjon Islam 2.0, Islam Vista XP, që parasysh nuk ka. Kështu janë gjithë çdo gjë është akoma në kohën e mesjetës, siç është Bibla që thotë nuk do të hani nuk dëgjon kërkaleca deti se ashtu apo kështu. Këto janë budalliqe të vogla, domethënë që
një tërësi aq të mirë, aq të bukur që kanë të tre libra fetar, si Torati, si Bibla dhe si Kurani. Domethënë ja humbet të gjitha atë, sepse njerëzit janë edhe pak të fokusuar, sidomos në ditën e sotme që mamja ju jeni shumë e keni parasysh për çfarë po flas kur them që njerëzit janë shumë të interesuar dhe kanë veshët pipës për çdo gjë negative të mundshme. Domethënë konflikti është një nga ato karamelet, një nga ato çokolladat më të pëlqyera për momentin të kulturës dhe kjo nuk ndodh vetëm tek ne, kjo ndodh në gjithë botën. Madje në disa vende të botës që ne i marrim si për shembull ndodhin akoma dhe më shumë dhe janë pjesë akoma më e madhe e përditshmërisë. Ideja tani më fal se ndërpreva të tregoj vetëm një histori të shkurtër që tregon Ani Besant, një kështu filozofe për historinë se si e shohun një çik të aspektin e fesë, si thua, tek që njerëzit kanë nevojë të besojnë. Edhe te që feja në thelb edhe libra dhe çdo lloj feje ka një thelb shumë pozitiv. Në këtë tregon një histori të një murgu i cili bënte një ceremoni, përgatisni një ceremoni, një murg tibetian, dhe problemi ishte që këtë ceremoni para se të përgatitej kërkonte ja 2-3 orë që t'i bëje gjërat gati, dhe ky kishte një mace, dhe kjo macja sa herë ky bënte ceremonin vinte dhe i prishte këto qirit, temjanin e gjëra. Dhe një moment ky ç'a bën, e lidh aty jashtë tempullit macen, edhe sa herë bënte ceremoninë e mbante lidhur, dhe personat që vinë e shikojnë këtë të lidhur. Vdes ky murgu dhe njerëzit dal nga dal ç'a bëjnë? Fillojnë të zëvendësojnë ceremoninë, harrojnë ato aspektet e ceremonisë, hapat e ceremonisë, dhe pas shumë vitesh, pas mira vitesh, e vetmja gjë që ngel nga ceremonia ishte lidhja e maces. Do ajo ishte një gjë praktike, por njerëzit e zhveshën atë aspektin e shenjtë dhe morën një gjë që nuk e mendonin se ç'a ishte, thjesht sepse bëheshe, edhe e pan macen aty të lidhur gjatë çdo ceremonie, gjatë po është edhe pjesa e 5 of least resistance, bajnë mend gjën që do më pak vëmendje, do më pak energji për t'u bërë normalisht. Sot pse bëjnë gjëra idiote që nuk kanë vlerë, domethënë që kanë qenë për atë kohë, për shembull, duhet lësh mjekrën se s'bën, ose duhet bësh akte të tilla, ose yoga për shembull. Po, pantallonat kaq të larta, ose duhet bësh një gjë që kanë qenë gjëra që kanë qenë të përshtatura me klimën ose kanë qenë të përshtatura me modelin kulturor, nuk janë norma. Ajo tregoj diçka interesante rreth kësaj, domethënë. Unë kam përmendur disa herë të tjera në podcast, por jo në mënyrë kaq eksplicite. Unë si individ, domethënë nga prerja e familjes si një musliman, gjyshi im ramet pas, edhe kjo fjalë arabe është, u pret në paqe. Ka qenë madje imami një gjatë xhamie shumë prestigjos. Por unë kam pasur nga ana spiritualiste, kam pasur një nga fëmijët që janë vërtet shumë krenare, dhe këto vite, sidomos këto vite që kanë qenë këtej, e kam realizuar të gjithën se sa marrëdhënie e shëndetshme ka qenë, sepse përpara se unë të besoja në çdo lloj gjëje të ndryshme, kam shkuar në kish katolike. Edhe mbaj mend, kam qenë i vogël, kam qenë 13 vjeç kur kam shkuar në kish për herë të parë. Edhe kur vem që vizitojmë gjyshin, i them, gjyshi shif, unë shkova në kish, ishte shumë gjë e bukur, ishin shumë të sjellshëm, ishin të mirë. Edhe ajo që ndodhi që unë atëre merja hajt mo, se është gjë normale, ai tha që shumë mirë bën. Janë njerëz shumë të mirë, është njëjta gjë që bën gjyshi, është thjesht në një platformë tjetër. Unë atëre e dija se të gjithë njerëzit ishin kështu. Më thënë edhe kur më vonë e kuptova pastaj që ato lloj fjalësh të dalin nga një imam i atij prestigji që ka qenë ai, domethënë ishin pothuajse herezi për këta sot, për këta që dalin nëpër Facebook e gjitha. Edhe u krijua një ritual i vogël, ose ajo që do shkoja në kish, vizitoja gjyshin dhe diskutoja me gjyshin për ato që mësoja në kish, i diskutoja me gjyshin imam. Normalisht, pas një vit e gjysmë mbas 2 viti në kish, filluan këto gjërat klasike, duhet të shoqërohesh më shumë me vëllezër kristianë, ke parasysh. Edhe ai tipi i marakat nuk e lejoi shumë atë gjë, edhe në dola. Ka kisha domethënë fillova nuk po vija më, edhe i shkëputa lidhje sepse nuk më pëlqejnë shumë pjesa kur më tregojnë se me këtë do të ri vetëm për arsye të pikave fetare. Pastaj në eksperimente sipër nga fundi i vitit 2 gjimnaz, domethënë, fillova të shkoja në xhami, domethënë. Të një gjë histori gjyshi, kësaj radhe nuk tha që shumë mirë bëre, tha kujdes, tha se
shumë nga hoxhallarët që sidomos aq janë të rinj, domethënë janë goxha si thon, agresiv në mënyrën se si e paraqesin gjën, janë shumë straightforward. Normalisht si adoleshent edhe unë kërkoja të isha pjesë e një grupi më shumë se sa grupi tim shoqëror, domethënë edhe shkolla për disa kohë të filluan të njëjtat gjëra si që ndodhen në kish filluan pike presje, njëjtat gjëra në xhami. Jo, nuk do të merrem ata, jo sepse do jesh në ambient, jo ata do pinë alkool, ata do hanë shtërje, kupton, nuk do bësh të, nuk do bësh atë. Edhe njëjta gjë ndodhi me këto. Por në të gjithë familjen tonë, të gjithë fëmijët që kemi qenë, nuk ka pasur asnjë moment që gjyshi jon të fillonte të predikonte mos bëj këtë, se kjo është gjunat, se kjo është haram, se kjo është madje. Edhe kur fëmijët e vet, edhe nipat e vet fillon konsumonin alkoolin, ai kishte një lloj gjëje, nuk e di, sa më shumë dëgjon që ta ndodh tani të duket sikur ka ikur, siç e thoshte. Po nuk e keni problem, thjesht prisni pak sa të mbarojnë të çoni nga tavolina dhe pastaj vazhdoni. Tani, pyetja ime në lidhje me këtë histori drejt jush është, por nëse ka pasur njerëz nga ato kohë. Gjyshi im ka qenë një nga njerëzit që mbyllej çdo të premte në kohën e komunizmit dhe nuk fliste asnjëri sepse nuk bënte dritë lajmi, që ishte fetar akoma. Qofse një njeri i tillë, domethënë, nuk predikonte asnjë negativitet. Ishte pro zgjedhjes, domethënë, dhe madje inkurajonte diçka të tillë. Me çfarë fryme jetojnë këta të rinj që janë sot, domethënë, se këta që janë tani jetojnë në një periudhë akoma zgjedhin ngucjen dhe jo lirin. Si e perceptoni atë? Unë të filloj unë. Patjetër. Atëherë, për mendimin tim, unë jam i krishterë, du ta them që në fillim, nuk jam musliman, por kam lexuar pak nga Islami, domethënë kam lexuar Biblën, kam lexuar edhe Kur'anin për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, domethënë. Edhe me aq sa di unë, Islami tradicional shqiptar është Islam. Kush foli? Jo, u hap një kështu. Okay. Islami tradicional shqiptar është Islam Hanefi, i shkollës otomane që pastaj ka ardhur edhe në Shqipëri. Dhe mënyra se si e perceptojnë shqiptarët fen është pak më ndryshe nga kulturat tjera. Për shembull, ne kemi bektashit, të cilët edhe konsumojnë edhe alkool, me sa di unë. Unë mbaj mend në Lurë, për shembull, kisha disa familje që i kisha komshi, ishin me origjinë nga Lura, edhe thoshin ne festojmë Këshëndella. Nuk e dinin se çfarë janë Këshëndella, që janë Krishtlindjet, as nuk e dinin fare, por vazhdojnë akoma si i festonin vetëm si reminiscencë, ndërkohë ishin musliman nga ana tjetër. Pra, shqiptarët edhe një pjesë edhe janë konvertuar vonë, por pavarësisht konvertimit kanë patur një mënyrë të jetuarit dhe të perceptuarit fesë shumë ndryshe nga vendet tjera të lindjes mesme. Dhe pse tani është ndryshe? Unë mendoj se tani është ndryshe sepse hoxhallarët, cilët janë kryesorë që nxisin fen, që nxisin po themi rrymën fetare ose të menduarit, janë të shkolluar në ato vende të lindjes mesme. Dhe ato vende të lindjes mesme, përveç se implantojnë një mentalitet tjetër, kanë edhe agenda të caktuara, sepse mos ta harrojmë, për shembull, vehabizmi është një mënyrë jetese në Arabinë Saudite, por është edhe një eksport, një produkt ideologjik eksporti, me anë të cilit ata ndikojnë shoqëri të caktuara dhe kanë arritur të nxisin edhe luftra, edhe konflikte nëpër botë, duke rrit, po themi, influencën e Arabisë Saudite në atë vend caktuar, siç ka ndodhur në Siri, për shembull. Ku këta financojnë grupe të caktuara islamike, po që ishin grupe luftarake, dhe ata në fundit do ishin aleat të tyre. Turqia bën të njëjtën gjë nëpërmjet Dianetit, që është një institucion shtetëror i vendosur në kohën e Ataturkut. Dhe Dianeti vendos se ku duhet investojmë, se si duhet shkollohen hoxhallarët, çfarë duhet të mësojnë dhe çfarë duhet të propagandojnë. Është edhe lëvizja Gülen, që është një lëvizje jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe është përndarë në 4 anët e botës që kanë kryer një person, Fethullah Gülenin, i cili tashmë është në Shtetet e Bashkuara. Ai ka ato eksperiencat e veta mistike, po përveç atyre ka edhe një infiltrim të jashtëzakonshëm në shtetin turk dhe në institucionet, në polici, në gjyqësor, në ushtri, media, ku ta diun, dhe ka shndërruar nga
s'po them sekt, po nga një lëvizje fetare ka shndërruar në një lëvizje politiko-ekonomike. Në njëjtën kohë një detaj që e di, për shembull, kryeministri ynë i mrekullueshëm Edi Rama kishte vendosur bashkë me baba Erdoganin që do sillnin një hoxh turk në Shqipëri për ta komandu si kryetar të komunitetit musliman shqiptar. Por ky plan nuk u realizua sepse presidenti Ilir Meta nuk e dha firmën, nuk e vendosi dhe nuk vendos ky hoxh dhe ngeli ky hoxha që kemi tani që është gylenist. Dhe imagjinoni se çfarë dëmi do të kishte për komunitetin musliman, për identitetin e muslimanëve shqiptar, sikur hoxha, domethënë sikur autoriteti kryesor fetar ishte një turk që as nuk flet shqip. Ja kërkoj në Maje, ja kërkoj domethënë edhe për komunitetin, po edhe për hapjen e xhamisë si po e mban peng. Në xhamia e madhe, prandaj nuk po hapet, sepse ajo pothuajse është baru. Po thjesht nuk i tham sill do gulenistët që t'jap xhamin. Po një ndërprerje e vogël këtu, Petro. Po si është kjo e ndryshme? Kjo është thjesht për hak të debatit, ëh? Me që ti e përmende që i krishter, unë për momentin jam një person që besoj në Zot, por nuk besoj në fe, sepse nuk, mbase se kam gjetur akoma ata që më përshtatet. Ide tani në këtë krahasim që bëre ti për këtë që do vinë nga të fshija. Si është kjo e ndryshme nga këto ortodoksët që kishim atë filanin, atë grekun që nuk dinte? Madje aty desha të dal, sepse edhe tek ortodoksët kemi një person i cili jo vetëm është prift grek në origjinë, po bën edhe politikën e helenizmit, politikën e asimilimit, edhe madje në shkollat, domethënë në seminaret ose në kishat ortodokse, sot mësohet që Aleksandri i Madhi ishte grek. Që s'ka kurfar lidhje as me Krishtin, as me apostujt, as me asgjë. Aleksandri i Madhi është personalitet historik. Aty thuhet Aleksandros Megalos Ellenikaos, i thuhet se di greqishte. Pra, kisha ortodokse sot në Shqipëri është infiltruar nga influenca politike shtetërore e shtetit grek. Mos përfshim punën e teksteve fetare, punën e pensioneve, të minoritarëve, e tjera, gjitha këto. Kështu që feja është si që thash, është një instrument shumë i fortë subversioni. Dhe kështu është edhe Kisha Katolike është luftuar në kohën e komunizmit, se thoshin jeni agent Vatikanit. Ata vërtet janë agent Vatikanit. Unë për shembull jam shumë pro kësaj rrymës shqiptarizimit të fesë. Po problemi është se shqiptarët nuk duan shumë të çojnë fëmijët për prista. Katolik jo herë, sepse i bie që mos ketë fëmijë, dhe kjo për kulturën tonë patriarkale është pak problematike, se i bie që të shkëputet ajo linja tradicionale e mbi emrit e gjitha këto, por ne kemi patur dhe kemi edhe prifta patriot, të cilët mundet ta përkthejnë fenë në një realitet kombëtarist dhe t'i japin shoqërisë në vend që ta sabotojnë këtë shoqëri, në vend që ta përqajnë këtë shoqëri, mund ta bashkojnë dhe mund të krijojnë, për shembull, Shqipëria nga kush është krijuar? Është krijuar nga një shumicë muslimane, e cila ishte kombëtariste shqiptare, se nëse gjithë muslimanët e Shqipërisë mos ta donin Shqipërinë, do ishte bë kurrë. Se në Elbasan është bë ajo mbledhja e parë e gjuhës shqipe, mos gaboj, që u bë dhe normale e Elbasanit pastaj. Ishin bejlerët, ishin figura të mëdhaja. Më bëhet shumë qefi Petro që e përmend të pjesën, sepse unë të faqe podcastin në Instagram zakonisht që edhe shpërndaj tek këto figura shqiptare që janë të rëndësishme për shoqërinë, edhe në mes tyre janë shumë ose imam ose klerik të islamit, se nuk e di se si quhet në gjuhën e vet. Edhe shumë njerëz komentojnë, domethënë që o turkofil, o ashtu, o kështu, domethënë. Kjo është fanatizëm. Më vjen pak gjynaf, domethënë, për atë ignorancën e tyre, sepse ka pasur dhe nga ata që kur janë ngarkuar klerik, domethënë katolik ose kristian ose ortodoks shumë rrallë, domethënë, po thua se s'ka fare, po që nuk ka qenë e njëjta urrejtje, domethënë. Për mendimin tim ka një fanatizëm, sepse ka shumë njerëz të cilët mendojnë se Shqipëria është krijuar në kurrizë të Islamit. Po duhet ta kuptojnë që Shqipëria nuk është krijuar në kurrizë të Islamit. Shqipëria është krijuar krah për krah me Islam. Shqipëria është krijuar në kurrizë të perandorisë osmane. U shkatrua perandoria osmane dhe një copë saj që ngeli e fundit ishim ne.
Por kjo s'do të thotë që ne duhet ta luftojmë Islamin, sepse çfarë do bëjmë? Do luftojmë shumicën e popullit shqiptar, është pa pikë kuptimi. Dhe kjo për mendimin tim ka më shumë lidhje me fanatizmin se sa me fen vetvete. Dhe ti përmendë rastin e gjyshit tonë. Unë jam 100% i bindur me aq sa unë kam përjetuar, me aq sa unë kam njohur edhe në familje po kudo, që njeriu sa më fetar të jetë nga ana shpirtërore flas, nga ana e eksperiencës vet dhe nga lutjet që bën, nga veprat e përshpirtshme që bën, sa më fetar të jetë, aq më pak fanatik është. Dhe nëse një person është fanatik në kuptimin e militantizmit, që mendon si tifozëri ose mendon si parti politike, ne kundër atyre shisat që janë ata sa të mirë jemi ne, ai person nuk është shumë fetar në kuptimin shpirtëror të fjalës. Ai mund bëjë kryqin ose mund bëjë simbole fetare, por nuk është se e kupton thelbin e fesë, se çfarë është feja. Dhe kjo për mendimin tim është diçka që fatmirësisht shifet vetëm në internet, domethënë këto debatet e mëdha të internetit që janë komplet falso dhe unë i kam censuru aq sa kam pas mundësi. Fatmirësisht nuk shifen në realitet, nuk kemi pas luftra fetare, por është një faktor i përjetimit që e kanë disa njerëz, ashtu si gjithë në Shqipëri, edhe politikën e shohin si tifozllëk, nuk i futen në thellësi se çfarë është ideologjia, ashtu edhe për fen, nuk i futen në thellësi, po thonë ne jemi këta, ju jeni ata, ne jemi me Turkun, jo, ne jemi me Europën, ju jeni me Turkun, pra është një cektësi, edhe desha të shtoj edhe këtë, që ne duhet jemi shumë krenar dhe ne na ka bën një nder të madh Fanoli, i cili ka themelu kishën autoqefale dhe po ashtu Gjergj Fishta me shok që themelu një farë nacionalizmi katolik, po ashtu edhe Ahmet Zogu që nuk du ta citoj gabim tani, po me sa di unë e vuri komunitetin musliman në varësi të shtetit shqiptar. Dhe ne nuk duhet lejojmë që trashëgimin tonë të na vjedhin. Ne kemi trashëgimi sigurisht kishat katolike në Shqipëri, Kosovë, kudo. Ne kemi trashëgimi kishat ortodokse. Trashëgimia bizantine çfarë është tek e fundit? Janë kisha të perandorisë të Bizantit, që ishte perandoria romake e lindjes, cilat ishin tek ne. Dhe ne i kemi ato që në vitet nuk e di. Se në vitin 1000 ka ndodhur skizma, po Bizanti ka zgjat deri në 1300 e sa, kështu që ne nuk duhet t'ia dorëzojmë ato grekut dhe themi që okay, këto janë greki sepse gjua e liturgjisë është greqisht, edhe ne kemi personazhe ortodokse të famshme, kemi patriot ortodoks që kanë vdekë, kemi patriot që kanë bërë edhe himnin, edhe muzikën, po nejse kjo është temë tjetër. Edhe njëjta edhe për Islamin. Ne nuk duhet t'ia lëmë Islamin rrymave të caktuara. Ne kemi rryma gyleniste sot në krye të komunitetit musliman. Kemi rryma të lidhjes muslimane që janë me arabët, nuk dihet se me kë janë. Ne duhet, për mendimin tim, Islamin ta rivendikojmë, ta kemi me krenari si shqiptar. Dhe do ishte një mëkat i madh, duhet marr vetëm shembullin e Putinit. Putini për shembull thotë ne kemi një shoqëri multikulturale. Kemi edhe muslimanë edhe ortodoks, kemi nga gjitha etnitë. A çfarë ndodhte në Çeçeni? Dikur amerikanët ose të tjerë donin ta destabilizojnë Rusinë, edhe çfarë bënin, nxisnin çeçenët, thoshin këtu ka xhihad, ka luftë fetare, ngrihuni deri në shtetit tuaj. A çfarë bëri Putini? Pas një nënshtroi ushtarakisht, thënë okay, ju jeni musliman, ne respektojmë fenë tuaj, ju vazhdoni thirrni Allahu Ekber, por do jeni aleatët tanë. Dhe sot ata luftojnë për Putinin. Pra e mora si shembull në kuptimin që ne nuk duhet t'ia dorëzojmë Islamin ose nuk duhet t'ia dorëzojmë influencën mbi Islamin forcave tjera që vijnë nga jashtë dhe kërkojnë na fusin çfarë me njëri tjetrin. Sepse shqiptarët unë di në familjen time, po kudo që jemi martuar me njëri tjetrin, s'kemi pas ndonjëherë probleme ose lloj problemi fetar. Pikërisht. Kjo është nga bekimet të mëdha. Andi pse jemi kështu? Çfarë bëna? Pse jemi kështu? Shiko, unë mendoj që ne kemi kaluar shumë kështu faza të çuditshme edhe në raport me pushtuesit, edhe në raport me drejtuesit. Edhe më së pari besoj se ne nuk është se kemi kriju një traditë mirëfill fetare që mund të themi ndryshe nga shumë shtete tjera të cilët kanë një lloj duke qenë edhe një vend që është kështu midis lindjes dhe perëndimit, do thënë duket sikur nuk i kemi përqafuar të dyja tamam në plotësinë e vet.
Unë mendoj që ne na mungojnë këto shkolla dhe modelet e mendimit dhe formimit në spari. Domethënë, e vetmja fe që ne na ndikon dhe realisht ka një efekt shumë të madh është globalizmi. Domethënë, shkon më shumë një lloj tendence kundrejt zhvillimeve teknologjike, zhvillimeve shoqërore, kopimin e modeleve, ndonjëherë, por shumicën e rasteve në mënyrë shumë shablon dhe shumë shëmtuar. Ndërsa te aspekti fetar ne vim nga një lloj realiteti shumë steril dhe shumë i dhimbshëm 45 vjeçar, i cili, domethënë, me sa diun jemi i vetmi vend botë që kemi qenë vend ateist, nuk di ndonjë vend tjetër që të jetë shpallur kështu me kushtetutë dhe me ligj vend ateist, duke ndaluar fen me ligj. Edhe pavarësisht se e përmend edhe ti me rastin personal, pavarësisht gjithë kësaj, është bërë një punë gati gjysmë shekullore që po të kishte zgjat më shumë sistemi, besoj se do kishte lënë pasoja akoma më të tmerrshme te njerëzit, se ndikon dhe ideja e një lloj vedie kolektive sepse jemi kështu. Domethënë, ta sterilizosh njeriu nga ky aspekt për 50 vite gati, do lërë një lloj traume, një lloj kaosi, një lloj shenjë shumë të fortë, edhe të cilën besoj se do duhet mjaftueshëm kaq kohë që njeriu ta gjejë vendin dhe veten e vet tek rruga një lloj feje të shëndetshme, një lloj ndoshta edhe një lloj ateizmi ose një lloj skeptizmi të shëndetshëm. Kurse momentalisht unë shikoj që ne pasi kaluam këtë periudhën që u ritakuam me fen, kishim një lloj periudhe të shëndetshme dhe mendoj që tani do kalojmë një periudhë jo fort të shëndetshme sepse do shkojnë një lloj ekstremizimi në të dyja rastet, po bën ca pole fetare, domethënë që edhe nga ndikime kryesisht politike ose me agjenda të caktuara të vendeve të tjera që më shumë e shikojnë fen në aspektin politik dhe ekonomik sesa atë filozofik dhe fetar. Mendoj që do krijohet një lloj hendeku, edhe po krijohet një lloj hendeku, një lloj radikalizimi që nuk është gjë pozitive besoj për vendin tonë. Po krijohet një lloj qasje që për mua nuk është shumë e shëndetshme. Po futen sa më shumë në llogoret e tyre, në vend që të kthehemi tek ajo tradita që themi her pas here, ke ajo ide e tolerancës fetare. Edhe nuk do doja që të ktheheshim në një vend, asnjë vend ekstrem perëndimor ku gjërat shikohen kështu, sidomos muslimanisë ose gjërat radikale fetare shikohen me një sy negativ, asnjë vend lindor ku fillon shikon rëndom gra super të mbuluara me burka dhe me gjëra që s'm duket shumë pamje e këndshme për vendin tim. Unë besoj se ne vuajmë ke kjo gjëja pse jemi kështu, besoj se vuajmë nga kjo mungesa e modeleve. Ne nuk kemi modele politike, nuk kemi modele arsimore, nuk kemi modele filozofike, nuk kemi as modele fetare. Domethënë, gjitha modelet deri tani fetare kanë qenë shumë pak të që realisht mund t'i marrë as shembull. Domethënë, ne kemi një figurë shumë mirë qendrore, disi që ka qenë edhe fetar, edhe njëri i ditur si Fanoli ose edhe Relindasi që e shfrytzuan aspektin fetar, por dhanë dhe aspektin arsimor, aspektin patriotik. Kurse tani unë përshikoj që po eliminohen gjitha këto aspekte dhe më shumë po përqendrohet tek aspekti aspektit politik ose më shumë aspektit partijak i fesë, që unë kam të drejtë dhe çdo gjë tjetër janë qafira, janë njerëz që s'besojnë. Këto po i shikojmë dhe me këto zhvillimet e fundit dhe me raportin me familjen, raportin me drejtat e njeriut. Po shikoj një lloj distancimi shumë të madh që nuk është se po më pëlqen realisht. Për të shkuar diçka tek pjesa që si po ndodhin gjërat tash. Ne kemi edhe një vërim të zezë në fakt, nuk e di sa jeni në gjeni për shqiptarët që nuk jetojnë në Shqipëri dhe që jetojnë në Europë, domethënë. Por le të themi që është një situatë e afërt me shqiptarët e Malizit, Kosovës dhe Maqedonisë, që do të thotë janë shqiptarë të fundit që janë konvertuar në Islam dhe janë dhe shqiptarët që e ndjekin me një fanatizëm shumë të madh. Tani ku ka çuar kjo në vendet e tjera përveç se në trevat origjinale shqiptare? Ka çuar në atë pikë, domethënë kur ata që u konvertuan në Islam thjesht për t'i bërë ballë doktrinave
serbe dhe të slavëve të jugut, kur kaluan, kur dolën në Europë, e mbajtën atë, që ishte për individin shqiptar është diçka shumë e pazakontë në fakt, po të shohim historinë, se ne jemi në perceptimin tim popull që kemi një aftësi shumë të madhe për të adaptuar, domethënë me ambientin ku jemi dhe jemi goxha striving, jemi goxha shohim goxha përpara gjatë gjithë kohës, domethënë secili në mënyrat e veta, nuk diskutohet. Ka lagje këtu në Berlin ku jetoj unë, po edhe në shumë qytete të tjera të Gjermanisë, shqiptarët shoqërohen vetëm me arab e të turq, edhe është për të ardhur keq. Edhe pa dashur të tingëllojnë në asnjë lloj mënyrë racizëm apo ku dëgjon diskriminim ndërmjet kulturave të tjera, po pavarësisht se sa të keq jemi, pavarësisht se sa të prapambetur mund të jemi ne, jemi prapë në një grad më tjetër për të vetmi fakt sepse ne jetojmë në një nga urat ku përplasen civilizimet me njëra tjetrën. Që për një gjë që unë e përmend gjatë gjithë kohës është domethënë që ne kemi arritur në një lloj modeli shoqërie ku jemi thjesht si një sungjer enësh, e kupton? Ai sungjeri i përdoret thjesht kërkon atë tiganja apo ato pjatën dhe vetëm gjë që merr nga pjata domethënë është ai pislik, pra ato mbeti. Edhe ne këtë po bëjmë të gjitha, duke filluar që nga këto ideologjitë super progresive, se ateizmi në sytë e mi është thjesht një fe tjetër, është feja për të mohuar çdo gjë dhe që nuk ka asnjë gjë dhe ne jemi kështu edhe ne jemi ashtu, është një njëjta gjë. Dhe në sytë e botës, sidomos në sytë e gjermanëve domethënë, sidomos për ata që kanë jetuar në lagje të tilla ose afër lagjeve të tilla, në sytë atyre ne jemi thjesht mund të jemi cigan, mund të jemi turq, mund të jemi arab, po thjesht me një emër tjetër. Edhe kjo që lidhet me ato që theti Andi pak më parë është diçka që ne na ka dëmtuar në reputacionin tonë në Europë i jashtëzakonisht shumë. Ka persona, bile edhe aq afër sa malazezët, dje isha në një festë studentësh, edhe isha në një bashkëbisedim shumë thellë historik me një gotë nga Malezi, tha që unë dija që të gjithë shqiptarët ishin muslimanë, ose dija fare dhe që ne dimë se ku jemi një regjim. Normalisht ata kanë atë propagandën e tyre që japin, por edhe ne, si individ, nuk është se i kemi ndihmuar vetëm për të dhënë një lloj reklamimi që jemi më mirë nga ana e tolerimit të fesë. Se dolën ato krerët e institucioneve fetare atëre kur ndodhi Charlie Hebdo që bën atë ecjen e famshme në Paris, domethënë, po që ide e Ramës se sa normalisht, po që nuk kemi bërë gjë tjetër përveç asaj, por edhe unë po lodhem tash t'ja përmend robëve si gjë. Thonë bëri kush e bëri, ai ishte një diçka që në fundi në fakt e kishte pozitiv. Mbase ai ka pasur më një djallëzuar, ka dashur ta përdori etj, por mua më ndihmon shumë kur unë dua të promovoj vendin tim dhe tolerancën që ne kemi. Po në Tereza burr, bie për shkurt. Thuin, në Tereza pastaj është goxha klishe, domethënë, të themi të vërtetë. Përdoret edhe shumica e tyre që përdorin në Terezën, domethënë as nuk e di se çfarë është në Tereza vërtet, domethënë. Ka tani të shikosh video të youtuberëve shqiptarë të vegjël, domethënë e dinë se në Tereza është shesh ose aeroport, nuk e di fare kështu që. Ne jemi ku thret Xhameti tani për momentin. Po gjithsesi se po dali pak nga tema. Unë do doja tani që njëri nga juve në një mënyrë të thjeshtë, domethënë, po jo pa detaje të shpjegoj pak të situatën që po ndodh tash mbas vdekjes të ndjerit gazetar. Unë nuk e njoh shumë personalisht. Mund të flasë njëri nga juve të shpjegoj që çfarë po ndodh në momentin? Të shpjegoj unë po deshe. Po me kënaqësi. E gjithë situata është që vdiq Kastriot Muftari, pasi me sa mora vesh unë kishte një tumor në kokë dhe vrau veten. Domethënë versioni i policisë është që vrau veten, pastaj hetimet akoma s'kan mbaruar. Nuk e di, por ideja është që vrau veten pasi zbuloi që kishte një sëmundje terminale. Dhe ky Kastriot Muftari ishte një person, po themi person i konspiracionit. Dhe i thashë themeve, po kryesisht i konspiracionit. Dhe ky fliste për këto jo Sorosi, jo pushtetet të caktuara, ndikimi rus e tjera. Dhe një ndër karakteristikat e tij kryesore është ka qenë gjua tepër e ashpër ndaj islamit. Dhe për këtë është futur në konflikt me muslimanët vazhdimisht, ai sa kanë pas godit një herë më duket.
nuk e di, por ky fliste gjëra të tmerrshme, tipi të hedhin bombën atomike mbi Mekë, ose muslimanët duhet të konvertohen gjithë, ose të deportohen, nuk e di tani gjitha budallëqe që i ka thënë. Ideja është që ky nga fundi i jetës vet, me sa mbaj mendon, pati nis një konflikt të tillë dhe i shkoi u konfliktu me vllajën e këtij hoxhes, Ahmet Kalas, kështu që kishin pak a shumë një histori të tipit personale me këtë. Gjithsesi, shkurt muhabetit ky vdiq, dhe pasi vdiq ky bëri një postim hoxha Ahmet Kalaja që tha Zotin e kam dëshmitar që e kam ditur që ky do të bëhet shembull për të tjerët, edhe tha ky është edhe një paralajmërim për ata, për lëpirësin, që nuk e di se kush ishte, mendoj se kishte fjalën për Mustafa Nano nga komente që u bën aty. E tha ky ishte nata Arafati, gjithsesi postimi i tij ishte në kuptimin tallës, sepse tha mos të thot njëri rahmet past ose gjëra të tilla se do i fus blok. Tani problemi im me këtë postim ishte që e para punës ky po thoshte Zotin e kam dëshmitar se unë i kam kërkuar që të bëhet shembull. Tani mu kjo më duket problematike mos pari nga ana fetare, pastaj nga ana shoqërore gjithë të tjera. Sepse ti pas ke bë lutje ose dua që të vdes dikush, domethënë nuk e di që në Islam të jetë kjo që ti të bësh lutje, të vdes dikush dhe Zoti ta plotson ty. Kjo nuk më duket lutje, mu kjo më duket më shumë si ato magjitë e zeza të vdesi filani. E dyta punës, kjo është shumë e dëmshme edhe për fen, sepse nxjerr Zotin si një farë diktatori natjor ose një farë hakmarsi, i cili po e shave të vrit ka. Dhe këtu Zoti del edhe hipokrit, sepse vrit ka një person si Kastret Miftare dhe nuk vret tjerë që janë super kriminal ose se ka vrarë Enver Hoxhin me të marrë me vetvrasje, që ai ka qenë krye persekutori i fesë në Shqipëri, pra shumë paradoksale. Dhe e treta që më duk paradoksale mu, nga ana teologjike po flas, pastaj nga ana shoqërore, është që ky thotë se të kemi kujdes tjerë se është paralajmërim. Zoti s'ka nevojë të paralajmërojë. Zoti ka kriju tokën dhe ka në dorë çdo gjë. Na e ka dhënë ligjet, na ka treguar se si të jetojmë, se çfarë është e mira, se çfarë është e keqja. Edhe na ka thënë unë me sa di unë Islam thuhet që unë nuk i bëj padrejtësi juve, jeni ju që i bëni padrejtësi vetes. Dhe unë e kuptoj këtë në mënyrën që nëse ti ke mëkate ose nëse ti ke vepra të liga, po i bën keq tjerëve, po i bën keq edhe vetes, sepse nuk e gjen lumturinë ashtu. Ti vetëm sa po e rëndon situatën tënde dhe fetë ndryshme kësaj japin përcaktime të ndryshme. Për shembull, në krishtrim thuhet drejtësia hynore. Ka qenë Ahmet Zef Pllumi që thoshte gjithë komunistët vdiqen sepse drejtësia hynore kështu e ka, nuk ka njeri të pavdekshëm. Sado i fuqishëm dhe i lavdishëm ti është në jetë, vjen një moment që do përballesh me dobësinë tënde njerëzore, nuk je ti perëndi. Ky është thelbi i fesë. Ta kuptosh ti që nuk je i plot fuqishëm, ta kuptosh që ka një fuqi mbi ty dhe ta bësh të mirën duke kuptuar që ka këtë fuqi mbi ty. Ta kuptosh që ti nuk mund të ngjitesh mbajt piramides dhe të bëhesh despoti gjithë tjerëve, të tjerët punojnë për ty tash. Ti jesh i pavdekshëm. Ky është thelbi. Disa të tjerë i thonë për shembull fetë lindore indiane i thonë karma, ligji i karmës, ose kupton, e mira të kthehet, e keqja po ashtu të kthehet. Kështu e kuptoj unë drejtësinë hynore. Unë nuk e kuptoj drejtësinë hynore që Zoti ty të paralajmëroka dhe pastaj të vrit ka, si Zoti që nga vrasës me pagesë. Kjo për mendimin tim është absurde dhe është e dëmshme për vetë fen, mas pari, pastaj për shoqërinë që e fut në një konflikt për mendimin tim idiot, sepse ai person vdiq tani ai ishte një i mirë, se ishte i vetmuar, nuk la fëmijë, ishte me një nanë 90 vjeçe, i kishte vdekur edhe vllai 23 vjeç, një person tani s'du të tregojmë diskriminues, po ishte obez me një tumor dhe kaq i pashpres sa vrau vetë, se s'kishte miq. Shiko, ligji i parë në podcastin është se nuk ka asnjë lloj diskriminimi. Pozitiviteti nuk është diskriminim, është jo, thjesht nuk do ta them se ishte fatkeqësi, po nga që ishte obez në kuptimin që nuk kujdesej për veten, për shëndetin e vet, dhe okay, s'ka lidhje me tumorin kjo punë, po thjesht ideja që ky person ishte lidhje me tumorin s'ka, po edhe situatën për atë se ndihmon. Po pra, ishte një person me shumë halle dhe për më tepër për mendimin tim ka pasur probleme psiqike me ato gjërat që thoshte ai. Po gjithsesi, ai vdiq tani, ai llogaritë veta, dhe më duket edhe problematike që ky tha mos kërkoni rahmet
Tash me sa kuptoj unë rahmet do të thotë mëshirë. Pse mos të kërkoj njerëzit mëshirë? Mos t'i kërkosh mëshirë Zotit për një person që ka vdek? Pse mos t'ia kërkosh? Domethënë, Ose ai ka çeshat e xhamit, në vitin. s'do vendosësh ti, a do jetë i mëshiruar apo jo, është Zoti që vendos, a ka merituar ky me shku në fat apo jo. Tani kërkon ti rahmet, s'kërkon rahmet, ai për rahmet është bë. Keq mirë iku ai. Kështu që për mendimin tim ky hoxh ka probleme të thella teologjike dhe filozofike para se sa të ketë probleme njerëzore, se ky nuk e ka kuptuar se çfarë është feja në vetvete dhe çfarë do të thotë drejtësi hyjnore dhe çfarë do të thotë çfarë janë ligjet e universit. Nuk funksionon ashtu. Nuk është Zoti vrasës më pagesë. Kjo Këtë ideja se në Shqipëri as nuk funksionon edhe ligji për këtë punë, sepse në shkrimet e tilla në rrjetet sociale, për shembull, në Gjermani që ka goxha konflikte, domethënë sidomos me këto sekte fetare që janë jashtëzakonisht shumë të thella, domethënë dhe që krijojnë probleme sidomos islamike, por bile edhe për të prifërinë dhe të krishterët, domethënë nuk u lejohet më të bëjnë asnjë lloj propaganda ose mesazhin dënohet ka pas kastriotit, themi të vërtetën. Po dhe ky hoxha ka problematikat e veta, unë mbaj mend Kastrioti ishte vdekur, shife Petro. Kastrioti ishte vdekur, tashi nuk mori drejtësinë e shtetit, mori drejtësinë hyjnore, si theti apo vëri emrin si duash, ai nuk është më relevant. Fatkeqësisht nuk është më relevant. Relevant është ky individ që nëse do jeton në një shtet, për shembull, siç është këtu, pavarësisht se kujt të feje do i përkiste, ai veprim që ai ka bërë është i dënuar, sepse ajo është gjuhuretje, ti je duke i treguar, ti je duke dhënë duke shtypur atë ndjekje që ke për që ata të veprojnë në një mënyrë siç do ti. Dhe ju dini shumë mirë që gjermanët kanë një histori shumë të bukur me persona që i thonë se si të sillen edhe çfarë të bëjnë. Kështu që nuk e di, domethënë se në asnjë lloj momenti nuk pati reagim nga shteti shqiptar, pasi ka pasur, unë nuk e di deri tani është për të ardhur keq. Po gjithsesi ka pas që po ndërpres. Ky hoxh ka pas probleme edhe më të rënda, për mendimin tim edhe ka thënë edhe idiotësi nga ana fetare së pari, po edhe politike, sepse kur ishte lufta në Siri, thoshte atje ka xhihad dhe shkonin në Siri. Ishte koha kur pothuajse gjithë hoxhallarët po thonin se po vriten muslimanët në Siri, Bashar al-Assadi diktator dhe kishin një farë drejtë nga një anë. Por tek i fundit çfarë ndodhi? Ndodhi që ata që shkuan atje për xhihad përfunduan ose al-Nusra ose ISIS, te këto organizata xhihadiste. Kur erdhi puna atje u mblodhen, nuk luftuan me ushtrinë e lirë siriane. Pra ky ndoshta nuk ka qenë drejt për drejt përgjegjës, se ky si ka nisë te organizata terroriste, po mund të jetë përgjegjës që ka nisë njerëz në një luftë që as nuk e kuptonin se për çfarë është, mendonin se është për të po flasim për një njerëz si ky, përgjegjës apo jo, direkt, në mënyrë aktive apo pasive, ta janë persona shumë lehtë të dënueshëm. Dhe kjo është fatkeqësi. Nuk mund të shiko. Unë e dëgjoj shumë, shife, Petro, është kjo pjesa që mua më shkatron fare sa që dëgjoj, domethënë është justifikimi që njerëzit përdorin tash që ato që ka krijuar krishtërimi në mesjet islami po e kalon tani. Në më zotëri, krishtërimi atë kur ka kaluar në mesjet e ka kaluar me lufta, ka kaluar janë të dokumentuara në mënyrë të mirëfill që ishin interesa politike, ishin interesa ekonomike, çfarë kanë bërë se i donte qefi apo se ashtu vendosën se ajo ishte ajo kohë dhe e kishin më të thjeshtë ata të vendosin se ai dilte prifti në një fshat të Francës atje dhe thoshte po na vrasin atje dhe nuk kishte njerëz që ta verifikonte normalisht, çon fëmijën e parë, ikë vet. Po të eci mirë të sjellësh në një flori të vjedhur nga Jeruzalemi apo nga Akre edhe hajde ja hodhe. Po këtyre tani nuk i falet. Unë mendoj se edhe personalisht duke pasur një familje që është pjesë e atij besimit dhe mamaja ime është akoma sot kësaj dite shumë e devotshme pjesë e atij besimit, pavarësisht se unë jam. Unë jam shumë i ndinjuar kur personat mendojnë që ata mund të bëjnë çfarë duan tash, për të vetmin fakt sepse ata po kalojnë në të njëjtën situatë që ka kaluar kristiani. Po zotëri, kristianizmi atëherë apo bota nuk ka pasur asnjë lloj mënyre që kemi në sot, nuk ka pasur media sociale, nuk ka pasur internet, nuk ka pasur mënyrën kaq të thjeshtë e kemi në sot për të dalë për jashtë, për të takuar një person të komunitetit tjetër, edhe për të ndarë mendimet apo atë debatin që është helm edhe vrer online, ta bësh
në prezente ta shikosh, ore vërtet ky është armiku im, vërtet do të më vrasë të mua. Vërtet janë fëmijët e djalit apo budalliqet e tyre që thonë, kjo është shumë e patolerueshme, se unë jam për atë që thua ti, ta konservojmë ta mbajmë Islamin, sidomos ata për sidomos edhe në fundit për hakun e atyre që na kanë ndihmuar ti sot ku jemi. Po kjo nuk do të thënë se ne do të justifikojmë çdo gjë me këto, se është e papranueshme, sidomos për aspiratat që kemi ne sot në përbot. Unë mendoj që kjo është politike gjitha, sepse ajo ka qenë periudha që shkonin musliman nga shumë vende të ndryshme të botës dhe hoxhallarët thjesht kishin marrë direktive që hajde të luftojmë Bashar al-Assadin, sepse Bashar al-Assadi ishte Alevia, që quhet ai sekti, dhe po luftonin Sunni kundër Shia. Dhe për mendimin tim, prap e përforcoj që është politik, sepse ka disa rrymat islamit cilat e përdorin këtë anti-imperializmin. Domethënë shkojnë në vende si Iraku ose Libia, të cilat kanë pas trazira me fuqitë e mëdha, i ka pushtu Franca, i ka pushtu Amerika, i ka marrë dikush naftën. Dhe ngrihen dhe thonë, ja shikoni tani, këta duan përveç se të na pushtojnë ne, duan të na poshtrojnë, duan edhe të na rrënojnë identitetin ton, dhe këta janë me hebrejt kundër nesh, dhe ne tani të ngrihemi, të ngrejmë atë, po themi, krenarin që kemi pas dikur me kalifatin e me gjitha, dhe këtu ju prekin nervin anti-imperialist atyre popujve, se ata popuj është lehtë të ngjisë kjo propagandë. Kupton, është pak vështirë të ngjisë në Shqipëri, edhe pse kohët e fundit po ngjet sovranizmi. Është pak e vështirë të ngjisë në Shqipëri, se ne perëndimi na ka ndihmuar kur kemi pas nevojë për shkak Kosovë ose e kemi pasi një farë shpresë perëndimin, po në ato vende nuk është se, domethënë perëndimi ka shkuar atje ose me ushtri, ose as nuk e kuptojnë fare se çfarë është. Përveç kësaj luftës anti-imperialiste ka edhe rrymë tjera, atje është në luftë, i fusin luftë Irani që përfaqëson shiitët, Arabia Saudite sunitët, Turqia nga ana tjetër po sunitët, po edhe ajo ka interesat veta, kështu që bëhet një lëmsh i madh që nuk e merr vesh i pari dy. Për mendimin tim, vetmja busull është kjo, pra Islami ose feja në përgjithësi të kuptohet si një përvojë shpirtërore mas pari, pastaj përvojë formale nga jashtë, përvojë e ligjeve, se sot unë po dëgjoja një hoxh që thoshte sot e mendojnë Islamin vetëm në formë rregulla, shumë hoxhallar. Dhe vetëm flasin për haramin, është haram bëhet kjo, është haram bëhet ajo, sikur po japin vetëm ligje. Po Islami nuk është vetëm ligj dhe ti nuk je vetëm gjykatës, është një fe me gjitha komponentet e veta, me komponenten e lumturisë, me komponenten e poezisë, me komponenten e dashurisë. Këta kanë bërë Islamin sikur vetëm ndalohet kjo, ndalohet ajo, vishu kështu, vishu ashtu dhe do shkosh në parajs tani se zbatove këto rregulla. Dhe kjo është për gjitha fet. Sigurisht që krishterimi e ka kalu këtë në kohën e luftrave protestantet me katolikët, pastaj u bë ai traktati i tolerancës e gjitha tjerat, i ka kalu këtë faza. Për më tepër, Evropa ka kalu edhe fazën e iluminizmit, sepse pas iluminizmit kleri nuk e pati më fuqinë feudale, po edhe politike që e kishte, e humbi atë fuqi dhe fuqinë e mori shteti qytetare. Për shembull Franca është një ndër vendet më laike, jo detyrimisht ateiste, por është laike dhe mbron me fanatizëm laicizmin e vet, sepse atje e kanë prerë koka mbretërish e klerikësh, e kanë bërë luftra pas luftrash për të arritur deri tek ndarja e kishës nga shteti. Domethënë jepet Cezarit atë që është e Cezarit. Shteti dhe rregullat e tij janë të tjera, feja dhe rregullat e veta janë tjetër gjë. Dhe kjo në vendet e lindjes mesme nuk është se kuptohet, nuk është se perceptohet aq mirë, sepse kanë edhe probleme me identitetin, ta themi atë që është. Shumë vende atje janë vizatuar në hartë pas rënies perandërisë osmane, çuje këtë Liban, çuje tjetër në Irak, janë bërë hartat me vizore. Nuk janë mbi baza etnike ose nacionaliste, sikur ne jemi një kom që e njeh vetveten dhe ka një identitet kombëtar. Ata atje më shumë lidhen me identitetin tribal fisnor ose me identitetin fetar, unë jam sunit, ti je shiit, se sa me identitetin kombëtar. Nuk është fut tamam ideja e kombëtarizmit, nuk është fut, po themi, idetë empirike, idetë e iluminizmit francez. Është shumë vështirë që ti u shpjegosh atyre tani se çfarë është nacionalizmi, çfarë është demokracia, më thash. Më lehtë tubohen pas një lideri, një demagogu fetar, se sa mund tubohen pas një personi të iluminuar. Dhe desha të them edhe diçka shumë shkurtër, të më fali Andi, për atë që thej për shqiptarët në emigracion, që bëhen fanatik fetar. Unë mendoj se është prap problemi i identitetit. Domethënë, po shikojmë shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë,
duket sikur ata në histori e kanë pyet veten çfarë do të thotë ti je shqiptar. Çfarë është shqiptari? Dhe kanë dalë në përfundime që me që slavët janë ortodoks, ne jemi musliman shqiptar. Me që slavët dalin me këto flamujt e vet dhe janë fanatik, atëherë edhe ne do të jemi fanatik, po nga ana e kundërt. Për mendimin tim kjo është e mirë, sepse kanë rrit identitetin e vet, por kjo nuk shihet brenda kufive të Shqipërisë, sepse brenda kufive të Shqipërisë ne nuk e kishim pyetjen a do jemi shqiptar, a jem krenar që jam shqiptar apo të vi turp. Ne kishim pyetjen themelore, si ta bëjmë të funksionojë këtë shtet që e krijuam me këto kufi, edhe shoqëri që na njohen, se mund të edhe të ishim coptu fare. Si ta bëjmë të funksionojë tani me këto ndarje fetare, ndarje veri jug, i varfër i pasur. Dhe këtu i kemi pas konfliktet ne, konflikte sociale, konflikte klasore, konflikte krajinore, veri jug, edhe sot e kësaj dite vazhdon PD-ja që fiton më shumë veri, PS-ja që fiton më shumë jug, kështu që nuk kemi pas pikpyetje identitare ekzistenciale. Pastaj pas rënies komunizmit kemi pas një kaos identitar, se na ngopën me rrena që ne jemi populli më i lumtur në botë. Dhe kur dolim që ishim deckaman dhe kështu bysh pluma, atëherë ne pyetëm veten, ore, vërtet jemi krenar që jemi shqiptar apo është turp? Dhe filluam pastaj të humbasim identitetin, kjo shihet që nga emrat që i kemi. Nga Flavio kemi përfunduar tani te Poem Blu, nuk dihet se çfarë është shqiptare. Fëmijët as nuk flasin më shqip, kanë filluar mësojnë anglisht që nga klasa e parë me perspektivën direkt politik. Në televizion shef njerëz që përzihen shqipen me anglishtën në një mënyrë që mua më vjen për të vjellë, me thënë drejtën, sepse unë njoh njerëz që kanë lënë në Amerikë. Dhe unë jam fajtor i përbashkët me këtë mesele, po mendoj që për arsye pak më të ndryshme. Po, unë njoh njerëz që kanë lënë në Amerikë dhe flasin shqipen rrapashtrapa, po të paktën mundohen ta flasin. Kështu që ne kemi një krizë shumë madhe identitare dhe fakti që po ikim dhe po largohemi dhe për mendimin tim nuk është shumë fakti që po ikim, sepse emigrant kanë patur gjithmonë edhe popujt tjerë, edhe Irlanda ka patur shumë emigrant, edhe Italia. Por është fakti që edhe ata që janë në Shqipëri po vetë asimilohen në një kulturë anglisht folse, në një kulturë që nuk dihet, është një mishmash i madh. Ky është problemi, ne duhet gjejmë një narrativ tonë, duhet gjejmë një arsye, mendoj politika, njerëzit e kulturës, akademikët, feja, duhet japin një arsye shqiptarit të thonë, ti je shqiptar për këtë arsye, ti ke këtë objektiv, ti ke këto rrënjë, ti ke këtë ideologji dhe për këtë duhet mundohesh. Ne nuk mundemi të shkojmë si një varg që përkundet sa majtas djathtas dhe nuk dihet se ku do arrijmë. Nuk dihet se çfarë do të thotë sot ti je shqiptar. Po të pyesësh gjimnazistët sot, çfarë do të thotë ti je shqiptar, do të thotë ai do të përgjigjet që është një fatkeqësi. Unë të doja të isha lënë në Europë dhe të isha i lumtur. Çfarë është ideologjia kombëtariste, ai do të thotë është një budallëk për mua, sepse nacionalista më shumë janë disa emigrantë që shkojnë atje e bëjnë shqiponjen me krah, sesa ne që jemi këtu as na ndjen fare. Pra ne do t'ja japim një narrativ, për më tepër që kjo puna e Bashkimit Evropian po dështon, për shembull, brezë prindërve të mi mendonin se kur futet euro në Shqipëri do marrim rrogat barabarta me ato të Europës. Dhe kjo po dështon avashavash. Europa po lodhet dhe po kupton që nuk mund të na ngrejë në këmbë. Duhet të ecim vetë. Kështu që kjo domethënë, falni që u zgjata, po për mendim unë e shoh si problem identitet. Andi, dua që ta kapësh në fillim pjesën e konfliktit dhe pastaj domethënë me mesazhin. Me idenë e konfliktit, domethënë që unë edhe kam një atë Kaçin këtë Kastriotin, që gjyna, domethënë ideja është që ai postim nuk ishte thjesht një personi që domethënë nuk e kupton realisht thelbin e fesë vet, por ishte edhe në aspektin njerëzor ishte postim i vështirë. Një nga gjërat themelore që mësojmë fet, si kristianizmi, si muslimanizmi, është që në momentin e fundit të jetës vet njeriu, domethënë mund të qenë çfarë do lloj njeriu, gjithmonë kanë këtë traditën që duhet i gjendet pra një hoxhës, një prift, që t'ja bëj disi më të lehtë atë rrugën për në botën e përtejme ose për ato pengje, mëkate, gjërat e fundit që ka pasur, të ketë një lloj rruge te shenjtia, kushdo që ka qenë. Edhe ky thelb, domethënë që ta mohosh këtë thelb, edhe dalësh me deklarata të tilla idiote, siç e tha Petra, domethënë që ta kthesh Zotin kështu si serial killer me pagesë, si hitman, është realisht shumë për mua është e vështirë dhe e rrezikshme.
para pak kohësh këta të spakut kapën një person I cili bënte thirrje ekstremiste, ndante kështu ajete caktuara të Kuranit duke bërë dhe thirrje ekstremiste. Edhe unë besoj se pse nuk veprojnë kundrejt një personi tillë si Ahmet Kalaja dhe fusin burg persona që domosdoshmë nuk është se kishin ndonjë fuqi të madhe, thjesht aty merrnin 3-4 Po like. vota ata bëri, se Ahmet Kalaja do I japi votat. Te Facebooku vet. Çështja është që thirrja e tij është mirëfilli, sa edhe paralajmëron që nëse do ketë person që do bëjnë deklarata të tilla, ne do shohim Zotin, se kemi Zotin kështu si te xhepi dhe elçon direkt plumin të mori, aksidenti, vrasja, rrofeja. Që është realisht nuk është thjesht deklaratë që ty ta marrësh negativisht nga aspekti moral dhe fetar, por realisht duhet merret penalisht po bën një lloj thirrje, do thënë shumë. Ndaj mos ta marrim kaq shumë seriozisht, është thjesht një budalla. Dakor. Petro, të lutem shumë, aq budalla nuk është. Andi më fal, të lutem, të më falësh shumë. Budalla nuk është ai Petro. Ai person mund të jetë shumë gjëra, por është jashtëzakonisht shumë larg budallikut, sepse nuk është era parë, ai ka bërë atë budallikun para të takohesh me atë komedin. Edhe siç kanë rob të tjerë, për shembull, gjëra të shenjta, edhe po ka qenë një open tani një komedian që ka performuar në një skenë me që quhet me mikrofon të hapur dhe që e mbyllën madje për ato po. Tani kjo është diçka që po që ai person nuk është budalla dhe unë nuk e kuptoj tani si në që si nuk ka presion nga ana tjetër që ky person të ri drejt ose të përgjigjet për këto që bën. Kupton, të lutem është. Ai nuk është thjesht, domethënë, nuk është njëri budalla që bën deklarata të tilla, përkundrazi. Thjesht problemi është që ai ka një super ndikim, sepse ai është imam në një xhami shumë të madh, si te rruga e Kavajës, dhe ka një rrjet shumë madh besimtarësh. Domethënë, ky Elvis Naçi janë hoxh që nuk janë thjesht hoxhallar të thjesht, por ka një ndikim jo vetëm tek besimtarët e vet, por ka një ndikim shumë të madh televiziv. Dhe çështja është që dalësh në deklarata të tilla, domethënë këta njerëzit po merrnin atë këngëtaren Fifi me shpulla pse nuk u ruajta për virgjërinë në raport me një person. Ndërkohë që nuk merren me deklarata të tilla që janë realisht super ekstremiste. Dhe çështja është që ti personi mund të ketë qenë si mund të ketë qenë, ai Kaçi ka pas ca duan eksese dhe tejkalime të jashtëzakonshme, ai ka shku deri në spak, ka kallzu penalisht të Kuranin për shkrimin e vet. I ka pas ato teprimet e veta, ai smur mendor, shkurt më bëj. Po, ka pas gjëra që kishin një lloj paranoje. Po problemi është që ti nuk mund çfarë lloj të ketë bërë personi, nuk mund dalësh sidomos person fetar që proklamon të mirën, aspektin e faljes, mëshirën. Domethënë papa shkoi falje atë atentatorin e vet. Ndërsa ky dhe na del me deklarata realisht që për mua janë kriminale që del me deklarata që thotë që ja ka dhënë Zoti, domethënë duket sikur Zoti është kështu nga këto ai Dumani që e merr kështu e kontrakton për mbarues. Për mbarues më merr më bëj këtë vrasje sa do, domethënë ky është merrsisht një gjë tepërsisht e që shikojon që e preku dhe Petro një çik fillim me këto aspektin e ndikimit, duhet parë dhe financimet që këta kanë. Për shembull, Tani Ishuj përveç nuk është se ka një lloj unifikimi bota muslimane shqiptare nga komuniteti musliman. Domthonë kemi ca ishuj shumë të fortë që financohen nga sidomos nga botë lindore, nga Turqia, Arabia, nga Siria. Dhe kjo dega e këtij Ahmet Kalas ka një lloj ndikimi shumë të madh nga kjo bota alla siriane, sepse është shumë e çuditshme, domethënë një hoxh I cili lëviz me Range Rover edhe ka super lek, edhe që nuk është se përgjigjet shumë te komuniteti musliman, ashtu siç është ky Elvis Naçi që ka nga bota turke nga ana tjetër, një financim super të jashtëzakonshëm. Që shkon deri aty sa blen e shesin spitale, kështu dyqane syzesh, dhe që nuk kanë realisht asnjë lloj raportimi ose asnjë lloj varësie kështu drejt për drejt nga komuniteti musliman, po janë kështu si princa dhe si hoxhallar shumë fort. Domethënë duhet parë aspekti financimit, se këta fillojnë ndërtojnë xhami. Ne për shembull para ca kohësh kur ishte Ramazani, këta fillojnë blejnë kohë televizive, ekskluzive. Nuk u ha fare për ditë, në prime time, vin ta blejnë dhe bëjnë ato propagandën e vet fetare me këto emisionet. Siç bën Elvisi në kanale të tjera, bën ky Hoxh Kalaje me këto grupin e vet. I kanë gjithë domethënë stafin, gjërat, janë super
profesional dhe unë pyes njerëz që merren me besim, njerëz që merren me një gjë që nuk është fitim prurse në vetvete. Nga e gjen gjithë të logjistik dhe me drejt tha Petro në fillim, ideja është që këta janë musliman politik dhe musliman ekonomik, nuk janë musliman fetar më shumë. Domethënë kanë një agjendë të caktuar për bërë gjëra, nuk e di në thel, po ka një lloj agjende politike dhe ekonomike që duan që ta ngulin ashtu siç janë edhe këta gulenistët apo sekte tjera ose edhe këta që ne në mënyrë të rëndomt i themi mjekrosh, që janë akoma më ekstremistë në qasjen e tyre. Edhe gjithë këta, domethënë, unë nuk e kuptoj se s'ka një lloj kontrolli, as nga shishi, as nga sigurimi, as nga, domethënë, nuk blidhes. Kanë kontroll nga shishi. Ore, ka pas disa raste shumë Këta janë informatorët kryesor të shishi. Po, problemi është që unë nuk shikoj një lloj operacionit mirëfill, shishi që ke një lloj syri, pavarësisht se kanë dalë disa herë këto incidente që kanë shkuar këto agjentët dhe u kanë bërë presione për xhamira. Del publikisht shishi nëse kap në terrorist ai zhduket dhe ikën ose del në një lajm që normal. filan festeku. Ka pas para ca kohësh, domethënë pati një 3 raste kështu që nuk u bë shumë mediatike, që i kapën këta dhe nuk është dëgjuar më për ta dhe në këtë aspektin, por këto kapën si tip agjentësh. E çështja është që unë këtë gjën më duket sikur janë ca personazhe shumë që të vënë në shumë shqetësim, si me mënyrën e tyre dhe problemi nuk është thjesht me deklaratat ose me qasjet e tyre, problemi është që këta kanë një ndikim të jashtëzakonshëm dhe ka njerëz për shkak të dogmës ose për shkak se nuk mendojnë filli. Çfarë bëjnë? E ndjekin njeriu në mënyrë të verbër, edhe nëse ky nesër pas nesër u thot ta njerëz të marrin veprime të caktuara, qoftë edhe të rrezikshme, këta e bëjnë pa një pa dy. Dhe mua kjo më shqetëson, domethënë sepse mund të kthehemi një lloj. Mund të jap një përgjigje për këtë? Po. Komiteti Musliman Shqiptar ka dy gjëra të mira. E para është që ka shumë prona, ato vakëfet e famshme, të cilat shumica nuk i janë kthyer. Kështu që nëse Komiteti Musliman ka nevojë për financime, mjafton të kthehet te pronat e veta dhe është komiteti më i pasur në Shqipëri. Kjo është e para e mirë që është si dik ndaj atyre financimeve që theti të arabëve tjera. Dhe e dyta që është shohun të mirë brenda të keqes është që për sa kohë këta janë të orientuar në këtë mënyrën e atij Elvis Naçi që hajde po bëjmë bamirësi, pseudo bamirësi, po bëjmë bamirësi 90 lekë, 10 po i fusim të xhepi. Kjo është e mirë nga ana tjetër sepse nëse këta pasurohen në këtë mënyrë, prapë nuk do të jenë të varur nga financimet e xhirit persik ose të lindjes mesme ose të hoxhallarëve salafiste, tekfiriste që janë ata të marrët andej. Kështu që ka domethënë të këqija nëse këta do i futen politikës ose nëse këta do kenë një ndikim publik aq të fortë sa të ndikojnë edhe realitetin politik, aty po jam dakord me ty. Por deri në këtë moment këta janë aleatët më të mirë tanë kundër ekstremizmit, se mos harrojmë se ka dhe më keq se këta, kupton, ka dhe më keq se Elvis Naçi, se mund të jenë ka hoxhallar të cilët thrasin për xhihad, ka lloj çmendësh aty, kështu që këta janë edhe një farë dige ndaj rrymave ekstremiste dhe rrymave të cilat shpallin qafir këdo. Këtë ju do e qefi, tipin alkool ti e qafir, kuptoj bjerit i bim, kështu që ne fatmirësisht dhe fatkeqësisht domethënë jemi në fazën e sharlatanëve që nga njëra anë janë negativ. Është më mirë kështu. Po, por to që thua ti domethënë për shembull në sidomos në botën shqiptare, në Kosovë ose në Maqedoni është pak më ekstremiste kjo dhe edhe shpesh ka pasur shumë persona që kanë shkuar me ISIS-in, kanë shkuar në Siri, domethënë edhe ka një lloj radikalizmi shumë të madh se sa ne. Sigurisht jam dakord. Thjesht mua më shqetësoni që edhe unë nuk dua, unë më shumë edhe flas në aspektin e saj, nuk dua që fillojnë të krijojnë këto celulat e ekstremizmit, sidomos islamik në vendin tonë. Se me pak ndikim, me pak edhe njerëzit duan këtë që tha që selefi kanë në Shqipëri, por janë të izoluar edhe me sa duket situata gjeopolitike në botë nuk e nxit selefizmin. Se atëherë nga 2014, 2013, 2014 pati një lulëzim të celulave të lloj-llojshme që vinin nga Shqipëria me aviona turq, shkojnë e përfundojnë atje në Gaziantep e pastaj në Siri. Dhe ajo po që ishte situatë rrezikshme, ndërsa sot u mendoj se ndikimi i këtyre vehabistëve është i zbutur disi. Nuk është i zhdukur, por është i zbutur, edhe me zhdukjen e shtetit islamik atje, me zhdukjen e këtyre lëvizjeve të mëdha terroriste.
po të shikosh dhe këto edhe në vendin tonë ka një lloj qasje, domethënë kryesisht edhe mënyra se si veprojnë kryesisht shumë më të zbutë, ose përmes shkollave, ose përmes fondacioneve, domethënë gjëra që janë fillojnë një mënyrë shumë vjeçare, do të dalë. Nuk e kanë kështu të dhunshme direkt. Prandaj për mendimin tim do ta marrin kontroll shtetit, I thotë komunitetit musliman të financojë unë për çfarë do lloj gjëra që ke nevojë. Nuk ke nevojë për financime të tjera dhe hoxhallarët ti trajnojnë. Petro, as pak. Në asnjë lloj mënyrë shteti shqiptar nuk duhet të financojë asnjë ato, nuk funksionon. Jo, të mbahen me një regjen, mbahen me aq besimtarë se sa ka. Tani marrin taksat tona, e di ti apo jo? O Petro, ata janë klerikë, ata do të mbahen me aq besimtarë sa ka. Ka jetë besimtar, aq do marrësh më zotëri. Ti je njëri që predikon jo kundër materializmit, predikon ndaj. Mos bëhen pasur apo thjesht kanë një farë dinjiteti. Ajo që mund të bëj shteti, sa asus jam dakord me këtë pjesën e financimit, se çfarë do të financosh më përpara me një buxhet till, po ajo unë edhe besoj se ne nuk është se shteti shqiptar përkundër asgjë se duhet njohur kjo merit, I ka trajtuar shumë mirë fet, sepse ka një gjë që shteti mund të bëjë, ka pas lehtësira tek kadastra, lehtësira te pronat, lehtësira te shumë gjëra, domethënë nuk I ka penguar tek aktiviteti I tyre, përkundër asgjë edhe te ndërtimi I xhamive të gjithë, domethënë mos se detyrën shtetit deri diku e ka plotësuar, kurse te aspekti financimit çështja është që fet kanë një, sidomos besimtarët, kanë kontribute, kanë, domethënë vullnetarizëm, se nuk është një kompani e cila paguan njerëzit. Shumica e aktivitetit fetar ose xhamive dhe kishave bazohet te vullnetarizmi, dhe kështu që nuk është se ka duhet të kenë një lloj logjistike. Bazohen edhe tek aspekti I dhurimit, si te kisha, si te xhami. Jo, nuk janë me rrogat atë gjë. Dakor. Ishte pjesën e kanë fjalën te një financim madhor, ka shumë te kontribuesit, domethënë që çdo pjesëtar xhami, çdo mund kontribuojnë. Nuk besoj se duhet të kemi që për bëj xhami të reja thotë. Jo për këtë, për të marrë një xhami të bëjnë me donacione ata. Pikërisht për të mbajtur atë pjesën organizative më shumë, pjesën e jashtme të festë. Kjo ishte një problem shumë I madh, edhe një lloj, nuk e di, një lloj do krijonte një pastaj probleme të tjera që nëse shteti do ndryrinte drejt për së drejti dhe do I financonte gjoja për të ndërprerë këto financime të jashtme, sepse e para do krijonte këtë konfliktin midis shtetit dhe fesë, se ne e kemi shumë probleme. Gjëja e parë që do përdoren ata siç përdoren tani në mënyrë shumë të stilizuar nga Rama ose nga kushdo që nuk I sulmojnë, nuk I krijojnë problematika, sepse është pjesa më e madhe e votuesve. Dhe nëse do të kthehen kundër ata do humbë shumë vota. Edhe shkon në bën ai xhami, inauguron ai gjë, bën sikur është musliman Rama. Çështja është që kjo çfarë do bënte, do krijonte një konflikt shumë të madh midis fesë dhe shtetit. Dhe unë nuk më pëlqen ta kisha një gjë, sidomos mendoj që duhet trajnohen në Shqipëri hoxhallarët. Kemi lloj universitete private, kemi një universitet fetar. Për këtë jam shumë dakord që ne duhet të krijojmë një lloj tradite, ndoshta ajo që theti që të ketë edhe një lloj muslimanizmi shqiptar, pra që të ketë një lloj edhe aspekti patriotik, që të jap një lloj ngjyrimi që feja bashkohet çik me aspektin patriotik, domethënë se janë gjëra që duhet shkojnë bashkë, edhe që mund ndikojnë shumë më shumë se sa një patriotizëm kështu në ajër I palidhur me asgjë, sepse është ndryshe traditën tonë, traditën e atyre që I përmendi edhe Bleoni, që e kanë ndërtuar Shqipërinë, muslimanët shqiptarë të rilindjes kombëtare, po edhe më përpara, nuk kanë nevojë të jenë në konflikt. Ka dhe rryma sot neo-otomane për shembull, ose rryma orientaliste, po themi, të cilat e mendojnë nacionalizmin shqiptar si një farë goditje për orientalizmin, dhe këta për reakcion e lidhin, sulmojnë figurat e rilindjes kombëtare, sulmojnë Skënderbeun, sulmojnë gjithë narrativen mbi të cilën është ndërtuar kombi shqiptar, dhe thonë kjo ka qenë gënjë e shtërt se ne tani kemi qenë turq, kemi qenë millet turk, I cili usai si komb shqiptar. Kjo për mendimin tim duhet luftohet dhe duhet t'i mshohet kësaj që ishin muslimanët, ata që ndërtuan këtë shtet, që nga Kosova e deri në Qamëri. Domethënë, tradita jonë dhe identiteti jonë nacionalist shqiptar nuk duhet shuhet, nuk do të shuhet, por kësaj duhet të mshohet për mendimin tim, që nga lidhja për Zrenit, që nga Elbasani që e përmenda, që nga trojet jashtë në Shkup, më thash, Hasan Prishtina, gjithë ata. Diçka shumë e frikshme që kanë ndodhur paracakohesh në një xhami të një qyteti të vogël perëndim Gjermanisë, te një hoxh që nuk ishte shqiptar.
Por në të cilën xhami vinin shumë shqiptarë domethënë dhe ai normalisht ishte i përgatitur. Edhe një djalë i ri, moshë adoleshent, por mos të më i vogël se adoleshent, bën një nga pyetjet që bëjnë trinj zakonisht tek konversacione këto, pyetjet e vogla që s'kan shumë kuptim që është okay të unë një mbajse Chelsea që ka shqiponjën 2 krenare, edhe pse jam musliman, edhe ai hoxha që vazhdon i thotë që ti nuk je shqiptar, ajo shqiponjë është simboli i shtypjes i vrasjes të muslimanëve, janë kaq krah për të gjitha gjërat që ka bërë në ato kohë, budalliqet e tilla nga ato kohë. Domethënë dhe filani që e ngarkon videon, e ngarkon si mesazh për të tjerë, domethënë që të bënin të njëjtën gjë, por fatmirësisht videoja u bë virale, po u bë virale për një arsye tjetër, për arsye e rezistencës, ku kishte shumë persona që nuk e suportonin fare dhe që thoshin që duhet të vituar, domethënë që ti lejon veten nga një mongol apo turk çfarë ishte, të tregojë ty se çfarë është shqiptaria, se si ti duhet të sillesh për shqiptari. Dhe se tilla histori domethënë mjafton të futesh nëpër kantiret e ndërtimit në Berlin edhe ke jashtëzakonisht pafund. Ka shqiptarë këtu që sot e kësa dite, thonë unë mirë e vras, çukun se sa talët martohet me një gjerman që është katolik, kupton. Ose me një gjerman period, kupton, s'ka rëndësi fare. Këtu kemi arritur. Është edhe problemi i këtyre të lindjes që e përmenda. Unë e kam dëgjuar edhe nga hoxhallar të Kosovës, është ai hoxha i Prizrenit që po e harroj emrin tash, po edhe të Maqedonisë, që thonë kush vjen i pari, kombi apo feja. Domethënë kush është, a ka qenë Skënderbeu figurë pozitive apo negative? A është Sultan Murati? Në Sultan Murati ne kemi hero atje në Gazimestan, atje në Kosovë, kemi hero edhe në Shkodër. Mehmeti II Fatihu ishte ai që na pushtoi ne dhe disa njerëz thonë ky është hero dhe Skënderbeu ishte tradhtar. Ose për shembull ku diun këto rrymat e reja që thonë Islami nuk përputhet me demokracinë, që për mendimin tim është një absurditet, se me sa diun nga Islami thuhet që nëse ti jeton në një vend që nuk qeveriset me shariat, thjesht përshtatur ligjeve të atij vendi, mjafton që ata të mos të prekin ty fenë dhe të lejojnë ta jetosh fenë ashtu si do ti, dhe janë rregull. Dhe këta shpallin xhihadin tash se këtu po qeverisemi me demokraci dhe demokracia është tagota, ku diun si e thon ata, kështu që këto gjëra duhen sqaruar nga vetë komuniteti musliman shqiptar dhe duhet bien disa përfundime dhe të thuhet që ky është Islami i ynë Hanefi, shkolla Hanefi e traditës shariatike. Këto janë parimet tona, kombi shqiptar është ky, ashtu si në Turqi. Turqit, domethënë, hoxhallarët turq në asnjë moment nuk e vënë dyshim tani kombin turk, që ne po nuk duhet ta mbrojmë kombin, ne po duhet mbrojmë fenë. Ato shkojnë krah për krah. Kështu që ne si një komb i cili nuk është themeluar mbi një fe, se po t'ja nisim historisë, ne Greqia është themeluar mbi ortodoksizmin, Serbia po ashtu mbi kishën e saj vet ortodokse. Ne jemi një komb i cili nuk e ka krijuar identitetin nga feja, as nuk e ka pas nevojën, pas nuk e ka krijuar atë infrastrukturën, sepse grekët i kanë të bukur. Të ardhmet e afërt doja të ftoja prapë për këtë pjesën që po thua tash, për këtë pjesën që po flet tani. Sa për ta përmendur si do. Kështu që ne e kemi ndërtu identitetin të ajo që tha Pashkovasa, feja shqiptarit të shqiptaria. Me një fjali e ka përmbledh gjithë filozofinë, domethënë ne jemi shqiptarë, kemi tre fe, tolerojmë njëri tjetrin dhe vazhdojmë përpara me koncepte tjera. Tani këta hoxhallar ndikohen nga dikush që i financon, nga dikush që i nxit dhe rrugë tjetër për mendimin tim më të mirë se sa kontrolli mbi xhamiat nuk ka dhe nuk do e lënë absolutisht se që ishte ajo xhamia ati Genci Ballës Abdurrahman që ishte ai në Mëzeza ku ishte në Tiranë dhe predikonte nuk njihej as nga komuniteti musliman. Ai edhe predikonte ka xhihad këtu, ka xhihad atje, ky është qafir, hajde luftë, bëjmë këtë, bëjmë atë. Kështu që kjo ka ardhur nga varfëria sepse bëj imam kushdo çfarë do lloj personazhi dhe çfarë do lloj sheiku arab që vinte këtu i ndikonte njerëzit, i jepte librat e vet. Nga varfëria dhe nga ignoranca, le ta themi, se ka patur njerëz që se dinin se çfarë është feja, çfarë është Islami, çfarë është feja në përgjithësi, dhe ndikoheshin nga rrymat e ndryshme. Mirë. Tani do kisha shumë dëshirë që secili nga ju të kishte një mesazh shumë të vogël, nuk e di sa mund të përgatitur mund të jeni për këtë, por një mesazh të vogël drejtuar të rive
dhe pse jo dhe adoleshentët dhe fëmijët, domethënë se si duhet të sillen kur bien përballë këtyre situatave, këtyre lloj njerëzve, këtyre lloj mesazhi, kësaj lloje urrejtje, kësaj lloje përçarje. Si mendoni ju se duhet të sillen njëri? Po e nisun do në kështu se duket si nga këto emisione që t'japin mesazh për të rinë në fund, po shiko, unë besoj një gjë që duhet mbajnë njerëzit parasysh, që unë jam mësuar se në një farë mënyre duhet ja kujtoj shpesh vetes, një gjë që gjithmonë njeriu duhet bëj pyetje, nëse në një vend, në një fe, në një politik, nuk lejohen ti të dyshosh, bësh pyetje, të kesh mendim realisht tënd të lirë. Dhe nëse kjo gjë trajtohet si të qenë qafir ose trajtohet si një lloj nuk e di si gjë të mërshme, kjo gjë njeriu duhet ta kuptoj që kjo gjë nuk është aq e shëndetshme ndoshta për të. Domethënë, sepse qenia njerëzore ka të domosdoshme aspektin për të bërë pyetje. Nuk ndalon mendja njerëzore së bëri pyetje. Edhe besoj se një nga themelet kur duhet niset dikush është që se sa i lirë është të dyshojë dhe të bëj pyetje. Si në aspektin kur është një organizatë politike, organizatë fetare, po çfarë lloj organizate tjetër. Sepse përndryshe nuk je ti që po mendon, por është dikush tjetër ai i cili që po mendon. Edhe së dyti është një gjë që mua realisht më bën shumë sens, edhe që më pëlqen si gjë, e ka pas edhe në aspektin e budizmit, është mos lexo vetëm një libër, mos lexo vetëm Kuranin, mos lexo vetëm Biblën, mos lexo vetëm Toraun, ose mos lexo vetëm një aspekt politik ose fetar ose filozofik, sepse bësh si ato kuajt e karrocës në cilën ti shef vetëm një lloj drejtimi, nuk shef asgjë tjetër. Duhet lexosh shumë gjëra, ti krahasosh dhe të arrish një lloj përfundimi se cila gjë të bën sens, cila gjë nuk është asgjë e gabuar që të kesh, domethënë përkundrazi, është shumë gjë e mirë që të kesh një përkatësi fetare, të kesh një përkatësi politike ose një përkatësi çfarë do lloj. Përkundrazi ka shumë njerëz fetar të mirë, të zgjuar dhe që i shërbejnë shumë mirë njerëzimit dhe shoqërisë. Problemi është kur njeriu bëhet shumë dogmatik vetëm një gjë, lexon atë gjën e ngurtë dhe ngurtësohet tek ajo gjë dhe nuk lexon asgjë tjetër, nuk hulumton asgjë tjetër, nuk krahason, sepse feja, edhe filozofia, edhe feja në thelb, pavarësisht gjitha ngjyrimeve, pavarësisht ajo që thot ky Joseph Campbell, domethënë që merr shumë maska, çështja është që në thelb ka një lloj ngjashmërie tek thama e vet. Dhe në ky aspekt duhet njeriu që t'i krahasoj, të lexoj pak a shumë gjitha dhe pastaj të arrijë një lloj konkluzioni tek ajo që do të jetë militant ose të jetë të përkas ose të jetë antar. Por domethënë këshilla nëse ti nuk lexon, nuk heton dhe tjetrën që është ndryshe nga ty. Pra që nuk shon për te, të lexosh dhe shkencën, të lexosh edhe kritikën ndaj fesë, pa e quajtur qafir ose pa dashur ta djegësh në turën e druve, pa qenë mesjetar. Kjo që për mua është shumë e shëndetshme sepse ti ç'a bën? Jo vetëm konsolidon ndoshta edhe besimin dhe qasjen e tënde, por krijon dhe një lloj dije sferike mbi qasjen se si e shikon njerëzimin tërësi, se si e shikon tjetrin, sepse toleranca këtu fillon. Nëse ti nuk di për tjetrin, bëhesh atolerant. Edhe e cilëson si aq e duket si diçka e panjohur, si diçka e rrezikshme. Në moment që ti e njeh se ç'a beson, edhe ose një katolik, një goxha gjëra te një musliman, kupton që ndoshta kanë më shumë përbashkëta se sa ndryshime. Këshilla është e para, dysho, çdo gjë dysho, gjithmonë, do çfarë lloj gjëndë vendi që ti jesh, nëse ti nuk ke aspektin e dyshimit, je kthyer një qenie dogmatike që thjesht duhet marrësh informacion dhe ta zbatosh. Sidomos se aspekti musliman unë shikoj tek muslimanizmi shikoj shumë problematike këtë gjë sepse është shumë e ngurtë se sa kristianizmi. Domethënë çdo një dogm 1600 vite më përpara dhe çdo gjë me pike me presje nuk ndryshohet. Dhe aspekti i dytë është që njeriu duhet krahasoj, duhet nëse nuk i vë një moll, një shalqi përballë, ti shikoj kush është më e mirë, nuk ka si ta di, domethënë është do haj vetëm moll gjatë gjithë jetës. Edhe për mua njeriu nuk duhet ndalet në asnjë moment së lexuari, së holimtuari, së e parë gjëra nga një dimension, nga një këndvështrim tjetër. Domethënë leximi i Kuranit dhe asgjë tjetër nuk të bën fetar të mirë, përkundrazi, bën fetar të keq. Leximi i Biblës, i Torat, vetëm atyre të kthen një njerëz super dogmatik. Domethënë është një kompjuter të cilit i ke dhënë një lloj manuali dhe nuk di gjë tjetër. Prandaj njerëzit, për mua, njeriu i vjetri duhet që deri në momentin e fundit jetës vet
të lexoj dhe të kuptoj një gjë shumë të rëndësishme që pavarësisht çfarë do lloj gjëje, është shpirti njerëzor, individual, ai që do japë llogari ndoshta në fund të botëve. Dhe njeriu duhet këtë përgjegjësi ta ketë individuale, domethënë ta pyes njëherë veten, nga ky aspekti i së shenjtës, ky mini zoti i vet që ka brenda, duhet ta pyes njëherë që këto gjëra që po bën, këto gjëra në raport me fen, në raport me besimin tim, ka një lloj qetësie brendësore ke ky zoti im i vogël brenda? Kjo besoj se është marrëdhënie e shëndetshme që dikush duhet lind, pastaj të kaloj tek feja, te misticizmi, te trascendentja e madhe. Lind këtë marrëdhënie pyetje, dyshim, hetim dhe pastaj këtë marrëdhënie me Zotin e vet brendshëm dhe pastaj sepse nëse nuk ka një lloj drejt pushimi të brendësisë vet, nuk mendoj që mund të ketë një lloj, mund të bëhet një fetar i mirë. Ndryshe do jetë një dogmatik shumë i mirë që do bëj thirrje për xhihad, do bëj thirrje për djegje, për vrasje gejesh, për gjëra të tilla. Kjo e kam unë si këshill. Petro? Tani unë për mesazhin do mundohem t'i bie pak gjatë, po shpresoj që t'i bie në kokë mesazhet. Dhe për të rinjt, sidomos adoleshentët, do thoja që ky rebelimi që ndjeni ju, kjo pikpyetja që ja vini autoritetit në përgjithësi, që kemi pas gjithë ne, që ne jemi një moshë pak më të madhe tani, kjo është një kërkesë e juaja për të patur autoritet. Është normale tek djemtë të ri, në cilën do kulturë, djemtë të ri përpiqen që të sfidojnë autoritetin e më të mëdhenjve sepse po gjejnë vendin e vet në këtë botë. Ata, por mos harroni kurrë që autoriteti nuk vjen pa përgjegjësi. Ti duhet të jesh kompetent, ti duhet të jesh i përgjegjshëm për veten dhe për komunitetin tënd. Ti duhet ta rregullosh, është Jordan Peterson që unë i referohem shpesh. Ai thotë rregulloje jetën tënde, rregulloje shtëpinë tënde, pastaj rregulloje botën. Domethënë ti merre përgjegjësinë për jetën tënde, për punën, për shkollën, ndërtohu si individ, pastaj filloj ndërto botën, pastaj filloj lufto për politikën, lufto për kauza të caktuara, sepse ka shumë njerëz të cilët janë manipulatorë, të cilët përdorin pikërisht njerëzit, të cilët kanë nevojë për një figurë atërore. Sa më të rinj të jenë, aq më të manipulueshëm janë, sepse i marrin gjërat shabllon dhe nuk kanë përvojën e caktuar për të patur një sy kritik. Dhe për shembull, po ta marrim rastin e Kurbanit që është sot. Është festa e Kurban Bayramit, një festë me shumë domethënie për atë që e kupton. Sot i referohemi datës regjistrimit gjithmonë. Po më fal, dje, kur ishte? Ose fillon në darkë dhe vazhdon gjatë ditës. Diçka e tillë. Po. Edhe po thoja që është një libër i Freudit, Totem dhe Tabu, dhe në thelb ai e përmbledh idenë e totemit, idenë e perëndisë që në kohërat e primordiale kur është kriju njeriu, që bit e vrisnin babain, sepse donin t'i merrin autoritetin, djali i madh donte t'ia merrte autoritetin, sepse në kohërat e patriarkalizmit, kohërat e feudalizmit, iku perëndia ose iku autoriteti nga nana, nga perëndit femërore që ishin pjellërisë, shkoi tek perëndia atërore. Dhe këta tani donin ta vrisnin për t'i zënë vendin, për t'i zënë territorin, femrat e gjitha ato që ishin kohërat e njeriu të hershëm. Dhe çfarë bëjnë? E hanë babain dhe në këtë mënyrë bëjnë edhe një akt shpagimi nëpërmjet kësaj ngrënie e bëjnë perëndi dhe e adhurojnë si perëndi. Mund të mos jetë babai, mund të jetë një kafshë që simbolizon fisin, po në thelb kjo është sfidimi ndaj autoritetit dhe autoritetin që ti e ngren kult për ta shpaguar, dhe kjo është si mitologji në gjitha kulturat, në kulturën greke, Kronosi me fëmijët e tij, Zeusi që mposht Kronosin dhe Titanët, dhe edhe në krishtrim po ta shohësh çfarë bëjnë të krishterët. Në Eukaristi han korpin e Krishtit. Thuhet ky është korpi im që e dhash në sakrificë për ju. Njerëzit e han dhe me këtë akt ata i japin autoritet këtij perëndije. Dhe ideja e kurbanit, ideja e sakrificës është që në kohërat e paganizmit, ku njerëzit e mendonin universin sikur ka një humor, është i zemëruar Zoti me ne dhe po na jep thatësira ose po na jep stuhi. T'i bëjmë kurbane, ose edhe në kulturën pagane ilire ka qenë t'ja bëjmë kurban Rozafatin, ose dhe sot e kësaj dite bëjmë kurban një dhinë themelet e shtëpisë,
që ajo pastaj të lulëzoj edhe të ketë pjellëri. Edhe ideja kurbanit cila është tek Abrahami, ideja është që Zoti ta jep ty Isakun, djalin tënd të parlindur, ti duhet të jesh i gatshëm ta sakrifikosh dhe nëpërmjet kësaj sakrifice ti e merr shpëtimin, e merr edhe djalin, po edhe e kupton që ti nuk je perëndia e jetës tënde. Edhe për të rikthyer tek të rinjt, doja të jap një parabol që është në Bibël për djalin plankprishës, që largohet nga babai, shkon edhe përfundon aq keq sa ishte ai që hante ushqimin që linin derrat. Domethënë përfundoi duke jetuar me derrat. Edhe ikën nga ajo jetë, kthehet tek babai dhe babai e mirëpret. Dhe djali që kishte ndajt aty me babain, i thotë, po prit një sekondë, thotë, se unë jam marrë me biznesin, jam marrë me shtëpinë, me gjitha këto, dhe ti mua më le kështu anash dhe më thua, hajtë se po pres djalin plankprishës, dhe babai i thotë, s'ka problem, i thotë, unë e di që ti je i mirë, po ai më rikthye, dhe kjo është një fitore për mua. Kështu që edhe të rinjt le ta bëjnë rrugtimin e vet. Sfidojeni autoritetin, por sfidojeni duke marrë përgjegjësi dhe sfidojeni duke i shkuar deri në fund. Nëse do të mësoni për Islamin, mos u ndalni tek ta budallëqë selefi që shohin aty vetëm Ibn Taymija edhe kaq më mjafton. Lexoni deri në fund çfarë është Islami Hanefi, çfarë janë rrymat e ndryshme, Gazaliu, gjithë kultura sofiste, gjithë kultura mistike, dhe atëherë do të mund të jepni një but kuptim më të plotë. Shumë faleminderit. Po, Andri. Ndjesa, nëse më shtoj diçka shumë vogël se më kujtua nga kishte Pedro. Ka ju sugjeroj, nuk e di nëse është lexuar, domethënë kushdo që se ka lexuar, ka ky edhe si autor ky Michel Iliade, se e ka pak vështirë për ta përshtatur. Këtë e shenjta dhe profania. E thot edhe ky ka tek qasja fetare dhe tek qasja edhe antropologjike e fesë ka një qasje shumë interesante. Po një gjë që më bën gjithmonë përshtypje që e merr dhe në trajtesë është kjo e të pasurit se njeriu ka dy aspekte, botën profane dhe botën e të shenjtës. Domethënë njeriu i riu, qoftë edhe njeriu më i moshuar që në botën postmoderniste, në këtë botën e zhurshme që me gradacela, çdo gjë kapitaliste, ka nevojë të ketë një qoshe të vetë të shenjtës, e kësaj hapësirës shenjtës, kësaj kishës ose xhamisë personale. Dhe për mua gjithë njerëzit do ta sugjeroj që të kenë një lloj fizike, jo thjesht kështu mendore, të kenë një kishë ose një xhami, jo mirëfilli, po të kenë një lloj tempulli të vogël, qoftë mund të jetë një gjë pa lidhje, edhe një pemë jashtë, po që i kujton gjithmonë këtë idenë e së shenjtës, e kësaj gjës po themi në thojza fetare ose kësaj gjës metafizike, ta shoh në trajtën si duan, por këtë gjën e të shenjtës mos ta humb, sepse është ai tempulli i vet që i kujton që përtej materjes, përtej gjithë profanes, përtej gjithë gradaçelave, kapitalizmit, zhvillimit, rrjeteve sociale, çdo gjë, ke një moment qetësie me atë tempullin e vet. Po them që duhet të jetë një gjë fizike. Diku, mund të jetë në te cepi i shtëpisë, në të dhoma jashtë, nuk e di, po që gjithmonë ti kujtoj që kur ti shikon këtë gjë, ke këtë idenë e simboli që kishin dhe në Greqinë e Lashtë ose në Egjipt, një lloj sinjali për qenie që në momentin që shikon këtë gjë, kuptohet që prit, unë jam i vdekshëm dhe ka diçka përtej kësaj dekastare stime dhe përtej kësaj idesë së materjes. Super. Edhe fjalët e mia normalisht do jenë më të shkurtra se shumicat e fjalëve të mira më thanë, po me një shembull do ta përcjellun. Raymond Bleoni i vogël i bën një pyetje Elikës Gjyshit për të paqe. Në momentet e mia më të hershme për të kuptuar se çfarë ishte Zoti dhe pse duhet ta ndjekim, pse do të bëjmë. Ai në mënyrë shumë të thjeshtë në atë cepin e divanit të tiga, që është diçka shumë e bukur që as nuk e shef dot, as nuk i flet dot drejt për drejt, po i vetmi person që mund të arrijë të krijojë atë lidhje spirituale jeti dhe nuk ka asnjë hoç apo asnjë prif që mund të ndihmojë ty në atë mënyrë që ti mund të ndihmosh vetë. Që do të thotë jo se nuk duhet i drejtoheni figurave të tilla si Prifteria apo Hoxhallar, sepse me ata që janë cak kanë studiuar për atë punë dhe janë aty me atë detyrë për të ndihmuar
në atë rrugëtimin tënd si shamanët e botës pagane, por në fund të fundit çdo gjë është individualiste, çdo gjë është personale, je i vetmi ti, që lë çdo gjë në jetën tënde që i hap derën çdo lloj gjëje dhe je i vetmi ti që mund të nxjerrësh prap jashtë nga njëjta derë çfarë lloj që nuk të pëlqen. Rrugëtimi, siç e tha Petro, është po thuaj më shumë se sa gjysma e kuptimit të gjithë gjës, por do të dini edhe faktin që për të qenë një njeri i denj nuk ka nevojë të jesh pjesë asnjë skuadre, nuk ka nevojë të jesh dogmatik, nuk ka nevojë të tasesh të bësh thirrje, nuk ka nevojë të bësh hashtag, apo nuk ka nevojë të thuash që filani është turk, ai tjetri është grek, ta janë serb. Ajo që na ka mbajtur gjallë deri tani, siç u përmend disa herë, është fakti i vetëm që jemi ne shqiptarë. Shqyr që kemi këtë lloj identiteti, megjithëse kemi në paterica për momentin, por që do vi moment që do jetë detyra jon, edhe detyra edhe atyre që do vinë nga brava për ta bërë më mirë, nëse ne mendojmë vërtet që jemi më të mirë se sa këto shembuj të negativ që ne dhamë shumicë deri tani. Bukur kështu. Po shumë bukur, sidomos me atë përvojën personale, ishte shumë e rrallë. Unë jam vërtet sa herë që më kujtohet, domethënë e kuptoj domethënë se kam marrë si diçka pa vlerë, por që çdo ditë më shumë i rritet vlera jashtëzakonisht shumë dhe jam jashtëzakonisht shumë kënaqur. Shpresoj që sa më shumë persona të kenë familjarë të tillë në jetën e tyre, sepse është një ndihmë shumë e madhe, sidomos kur fillon edhe krijon atë karakterin, kur e kalon atë adoleshencën, atë vrrullin, atë gjakun e nxehtë, fillon që e formon karakterin tënd në një mënyrë më të plotësuar, me identitet, me profesion, me familje, me të gjitha. Fillon e i rikthesh të gjitha atyre lloj eksperiencave dhe i analizon, ose të paktën unë në një mënyrë aq fundamentale, domethënë sa kupton gjëra që vërtet i thua si në filma vetes që wow, po ku e kisha më mirë kur më fal kjo gjë. Shiko, kjo është dikur Greqinë e lartë, domethënë mënyra si edukoheshin të rinjt ose luftëtarët ishin përmes miteve, edhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi këto mitet e vogla personale të gjyshëve, sepse kontakti i parë me botën e fantazisë, me mitin, domethënë kryesisht gjyshrit na japin, domethënë na krijojnë atë botën ëndrrore, tregojnë ato historitë që shpesh herë janë dhe shumë fiktive, por ama ato na japin këtë mitologjinë e vogël, edhe kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme dhe e shëndetshme. Edhe pavarësisht se kuptojmë të lësh shpesh herë shenja në gjithë jetesën tonë. Domethënë, sidomos kur të krijon një gjë shumë të shëndetshme dhe një model pozitiv që ti nuk e kupton fillimisht, po thjesht ai në të pandërgjeshmën tënde është kalitër dhe fillon të jep produkte shumë vonë. Edhe desha të shtoj diçka të fundit nëse është e mundshme. Po, patjetër. Pak në lidhje edhe me atë që tha Andi, që ka të vërtetë në të gjitha. Unë për kuriozitetin tim kam lexuar edhe nga libri i Taos, edhe nga Bhagavad Gita, edhe nga kultura të ndryshme për të kuptuar çfarë janë fetova. Domethënë, kam pas lexuar religjion komparativ deri një farë pike. Dhe kam kuptuar që fetë e gjitha botës përfshihen, nuk po them 100%, po pak a shumë konvergojnë në një mesazh. Dhe mesazhi është që ti nuk je perëndia. Pra çfarëdo lloj gjëje që të bësh, çfarëdo lloj suksesi, sikur ti je në majë të kullës së Babelit ose ku diun çfarë kulle tjetër, ti duhet ta kuptosh që nuk je perëndia dhe ka perëndi që është më e madhe se ti. Kjo është e para. E dyta është që thuhet në fjalë të ndryshme, dikush thot karma, dikush thot po të gjuajtë në një faqe kthej tjetrën, dikush thot po e shpëtove një njeri, është një lloj sikur ke shpëtuar gjithë njerëzimin. Pra mesazhi pak a shumë është që e mira është ajo që e lufton të keqen, nuk e lufton e keqja të keqen. Kështu që nëse ti bën mirë, disi do të kthehet. Dhe ato që po i thon këto religionet New Age, jo po karma, jo po yoga, e gjitha tjera, këto janë tek fetë tona tradicionale. Po të lexosh Naimin, do të lexosh gjithë panteizmin e mundshëm, do të lexosh gjitha këto sekrete që i shpallin këta, jo Kundalini, më thash. Dhe aty ke shumë, domethënë, kthejoni traditës dhe zbuloni se në traditë do të keni shumë dije të lashtë, po dije autentike. Nuk është dije fast food ose dije që po themi komerciale, që hajde doli një guru edhe po na shet ne tash dogmat e reja.
studiojni në thellësi dhe mundoni zbuloni thelbin e fesë. Dhe thelbi i çdo feje është dashuria, dashuria për njerëzit, dashuria mos pari për familjen tënde, po edhe për njerëzit përgjithësi dhe gjithmonë dashuria të sjell mirë, sepse ajo e ndërton, ajo është forca pozitive që ndërton në shoqërinë, edhe këtë e thonë gjitha kulturat. Merru me çfarë duash, me yin, me yang, me gjitha kulturat e ndryshme, edhe me kulturat animiste, prapë kthehen tek ky që do të jetë mesazhi universal, mendoj unë. Unë jam shumë i kënaqur me këtë fjali. Andi? Jo, jam shumë dakord sepse domethënë për një gjë që thot Platoni, se më dalja pa përmendesh që janë 4 arketipe kryesore, domethënë të qytetërimit. Shkenca duhet të ketë detyrë të vërtetën, arti duhet të ketë bukur, politika duhet të ketë të drejtën, ndërsa feja duhet të ketë mirën. Edhe nëse nuk bëhet kjo aspekti të mirës, për mua feja e ka humbur thelbin e vet. Domethënë nëse feja kthehet në një lloj ndërmarrje politike, një gjë është, duhet aspektin e smirës njerëzore, e tha shumë bukur Petra, domethënë nuk luftohet errësira me errësirën. Mjafton një dritë e vogël edhe lufton errësirë më të madhe. Kështu që për mua është të fokusohen thjesht, nuk ka rëndësi çfarë feje, secili zgjedh atë pjesën e vet, fokusohet që feja, vetëm këtë të mbajmë mend, që feja është arketipi i smirës, dhe nëse nuk bën mirë, nuk po bën fe. Macja është dakord. Macja është shumë entuziast. Jo, dy janë duke fjetër dhe një është zgjuar dhe po vërdalloset, nuk e di çfarë. Sa mace ke? Ka janë këto macet e vogla, përveç të madhe, se madhe po fle. Janë këto të vogla që janë kështu. Shiko, rinia, dhe ato janë si duke në rrugtimin e tyre. Mirë, unë ju falenderoj shumë fare që ishit, edhe shpresoj t'ju kem prapë në temat në vijim. Për gjithë dëgjuesit, shumë faleminderit, jeni të lutur ta shpërndani, të bëni pëlqime, të bëni komente nëse keni një mendim tuaj specifik në një kundërshtrim apo çdo gjë tjetër, por ajo që ndihmon vërtet më shumë është thjesht ta shpërndani sa më shumë, nëse besoni se çka që ja vlen për të dëgjuar dhe ja vlen për të diskutuar me bashkëmoshatarët tuaj, po pse jo edhe me familjarë e tjerë. Çuna? Shumë faleminderit.